Kur vëllai kërkoi gjithë tokën për vete, pash në sytë e tij frikën se çfarë do të zbuloja në testament. Kur hapa zarfin me testamentin e babait tim dhe lexova fjalët, lë gjithçka për djalin tim të parë, Flamur, diçka brenda me u thye. Por nuk ishte dëshpërimi që më goditi më fort. Ishte shikimi në sytë e vëllait tim. Ai më shikoi përtej tavolinës së dhomës së ndenjes, rrethuar nga familja jonë e mbledhur në zi, dhe në atë çast pash diçka që më bëri të ngri frikë. Jo triumf, jo kënaqësi fshehtës. Frikë të pastër, të egër, sikur sa po kisha hapur një derë që ai kishte lutur çdo hyjni që të qëndronte e mbyllur për gjithmonë. Në atë moment e dija, diçka nuk ishte në rregull, dhe unë do ta zbuloja pa marrë parasysh koston. Ishte 14 tetor, një ditë ftohet vjeshte në Berat. Era tërhiqte gjethet e verdha nga drurët e vjetër jashtë shtëpisë son familjare në lagjen Mangalem, ku shtëpitë e bardha me çati kuqe shtriheshin si shkallë drejt Kodrës. Babai kishte vdekur vetëm 3 ditë më parë, dhe jeta ime ende nuk e kishte pranuar realitetin. Dhoma e vogël e ndenjes ku kishim kaluar mira mbrëmje duke ngrënë byrek dhe duke pirë çaj ngjante tani si vendi huaj, e njëjta tryes prej druri që babai kishte bërë me duart e veta, i njëjti qilimi thurur nga nëna para se të vdiste 10 vjet më parë, por gjithçka ndjehej e ndryshuar e rënduar nga hijet. 8 prej nesh ishim të mbushur në atë hapësirë të ngushtë. Unë, Dorina, e veshur në të zeza të thjeshta, fytyrën time të lodhur nga 7 vjet, kujdesje dhe 3 net pa gjumë. Flamur, vëllai më i madh, 50 vjeç, me kostum të zi që duke i ri dhe i shtrenjtë, qafe drejt, fytyrë që përpishej të duke e trishtuar, por sytë ishin të ftohtë sigur. Angela, gruaja e tij, e veshur në një fustan të zi me qafë të lartë dhe goshë të kushtëndritshëm që spikasin skandalozisht kundër zisë së mortjes, sikur kishte ardhur për ndonjë ngjarje mode, jo për të nderuar një të vdekur. Mimoza motra ime, e ulur pranë meje, krahët tanë të prekur, duart e saj që dridheshin në preherin e saj. Bashkëshortin e saj, Petrit, një burrë të qetë që e njihte kur të heshte. Didaja tanë të moshuar, besnik dhe agron, që kishin ardhur nga fshati, fytyrat e tyre të rrudhura nga dielli dhe koha, syt plot me lotë të paheshtur. Dhe avokati që askush nuk e njihte. Ky është testamenti i fundit dhe vullneti i Leke Gjergji, tha avokati, një burrë me sy të ftohtë që dukej sikur kishte nevojë për dush të mirë. Emrin e tij nuk e kishim dëgjuar kur, kujtim Sula. Veshja e tij ishte e lirë dhe amortizuar, dhe kishte një shenjë pluhuri në jakën e kostumit. Dora e tij dridhej lehtë ndërsa mbante letrën, një letër që dukej shumë e re, shumë e bardhë, shumë e prerë për të qenë dokument që babai do të kishte mbajtur. I nënshkruar më 8 shtator, 24. Zemra ime u nxe. 8 shtatori. Vetëm 9 ditë para se babai të vdiste. Vetëm 5 ditë pasi babai kishte humbur ndërgjegjen në spitalin e Beratit, kur mjekët na thanë që ai nuk do të fliste më kurrë. Kur ai shikonte vetëm nga reflekset më themelore, frymëmarrje, rrahje zemre dhe asgjë më shumë. Kur trupi i tij ishte atje, por ai, burri që më kishte mësuar të lezoja, që më kishte treguar historinë në lyje, që më kishte mbajtur dorën në çdo frikë, ai tash më kishte shkuar. Flamur buzëqeshi. Një buzëqeshi e vogël e kontrolluar, por unë e njihja. E kisha parë në fëmijëri kur ai merrte lodrat e mia dhe më thoshte babai më dha. E kisha parë kur ai merrte pjesën më të madhe të ëmbëlsirave dhe thoshte si djali më i madh, unë meritoj. Angela kishte një dorë në shpatullën e tij, gozhët e saj të kushtëndritshëm sikur gjaku i freskët kundër të zezës së kostumit të tij. Ajo buzëqeshte gjithashtu, një buzëqeshje që nuk arrinte syt, që nuk kishte ngrohtësi, vetëm kënaqësi të ftohtë. Vazhdo, tha Flamur, zëri i tij i qetë, por unë e njihja atë ton. Ton që përdoret kur dikush mendon se ka fituar. Avokati vazhdoi, zëri i tij monoton. Lë tokën në fshatin Çorovod, vlerë 80 milion lek, së bashku me shtëpinë dhe u lishte me 150 pemë, për djalin e tij të parë dhe të vetëm, Flamur Gjergji. Fjala i vetëm më goditi si shuplak. Djali i vetëm. Sikur unë dhe Mimoza nuk ekzistonim. Sikur 7 vjet që kisha kaluar duke u kujdesur për babain, duke e lajë kur ai nuk mund të lëvizte, duke e ushqej kur ai nuk mund të mbante lugën, duke i lexuar poezi kur ai nuk mund të fliste, por sytë e tij më thoshin vazhdo, sikur asgjë prej kësaj nuk kishte rëndësi. Ku ishte Flamur gjatë gjithë asaj kohe? Ku ishte djali i vetëm, kur babai kishte nevojë për dikë të mbante dorën e tij në errësirën e natës së spitalit? Ku ishte ai kur babai thirrri emrin e tij në delirium dhe askush nuk ishte atje për t'ju përgjigjur? Nuk besohet, përshpëriti Mimoza pranë meje. Syrtë e saj ishin plot me lotë që po luftonte për t'i mbajtur brenda. Ajo e dinte se nëse fillonte të çante këtu, tani, në këtë dhomë plot me sy që shikonin dhe vështronin, ajo nuk do të ndalonte. Do të shkatërrohej. Dhe gratë në familjen tonë ishin mësuar të mos shkatërroheshin publikisht. Unë shtrydhja dorën e saj, gishtërinë të mi në gishtërinë të saj, por nuk thash asgjë.
Nuk mund të flisja. Nëse hapja gojen, do të bërtisja. Do të coptoja atë letër të rreme. Do të kërceja mbi flamurin dhe do të kërkoj përgjigje, por nuk e lejova vetes. Jo akoma. Jo para se të kuptoja saktësisht se çfarë po ndodhte këtu. Por pastaj e pash. Flamur më shikoi sërish, dhe për një sekond të vetme, maskara. Në ato si gripa ngjyrë, si të babait, por të ftohën nga diçka që babai kur nuk kishte pasur, pash panik. E pash atë të llogariste të mat, të pyeste veten nëse unë do të besoja. Nëse unë do të luftoja. Nëse unë e dija diçka që ai nuk dëshironte që të dija. Dhe në atë çast, vendosa. Do të luftoja. Sepse babai im nuk e kishte shkruar këtë testament. Çdo instinkt që kisha, çdo kujtim i fjalëve të babait, çdo premtim që ai më kishte bërë, të gjitha më thoshin se kjo ishte gënjeshtër. Dhe unë do të provoja. Daja besnik, vëllai më i madh i babait, pushoi thellë dhe foli me zë që dridhej nga mosha dhe zemërimi i mbajtur. Flamur, a e dije për këtë? Flamur u kthye, fytyra e tij e përkryer, shprehja e tij e praktikuar. Babai më tha disa javë para se të vdiste. Tha që dëshironte të sigurohej që toka do të qëndronte në duar të forta, që do të ruhet siç duhet. Duar të forta, fjalët më dolën para se të mund t'i ndaloja. Zëri im ishte më impres se sa kisha dashur. Ti nuk e vën këmbën atë tokë për 5 vjet. Nuk e di as ku janë kufit. Dorina, tha Angela, zëri i saj jam si mjajt i helmuar. E kuptojmë që je emocionale. Të gjithë jemi. Por kjo nuk është koha për të diskutuar çështje ligjore. Babai juaj ka bërë zgjedhjen e tij. Ne duhet ta respektojmë. Respekt, përsërita duke e shikuar. Angela më ktheu shikimin, buzëqeshja akoma në fytyrën e saj, sikur po luante një lojë që vetëm ajo e njihte rregullat. Po, sigurisht. Respekt për një dokument që është nënshkruar kur babai im ishte në koma. Heshtje mprete ra në dhomë. Daja agron ngriu. Petrit shikoi mua, pastaj flamurin. Avokati kujtim u shtrëngua në karrigen e tij. Flamur qeshi, një tingull i shkurtër i detyruar. Çfarë po sugjeron, Dorina? Nuk po sugjeroj asgjë, thash, duke u ngritur. Këmbët e mia dridheshin, por zëri im ishte i qartë. Po them faktet. 8 shtatori. Babai ishte i pavetëdijshëm. Mjekët e konfirmuan. Si mund të ketë nënshkruar ndonjë dokument? Mjekët bëjnë gabime, tha Angela shpejt. Shumë shpejt. Data mund të jetë gabuar. Ndoshta ai e nënshkroi një ditë më herët. Ndoshta e ndërprera unë, ai nuk e nënshkroi fare. Flamur u ngrit, fytyra e tij tani e kuqe. Je duke më akuzuar për mashtrimin tim? Vëllain tënd. Nëse këpucë përshtaten, thash, dhe për herë të parë në jetën time, pash frikën e vërtet në fytyrën e flamurit. Jo zemërim. Frikë. Daja besnik ngriu dorën, zëri i tij i thellë dhe autoritativ. Mjaft. Kjo nuk është vendi për të luftuar. Por Dorina ka të drejtë të bëjë pyetje. Dhe unë sugjeroj që të gjithë të marrim kohë për të shqyrtuar këtë testament me avokat të tjerë, me ekspert. Nëse gjithçka është legjitime, nuk ka asgjë për të fshehur. Flamur dhe Angela shkëmbyen një vështrim të shpejt, aq të shpejt sa askush tjetër nuk e kapi. Por unë po. E pash. Dhe e dija. Ata kishin diçka për të fshehur. Dhe unë do ta zbuloja. 2 muaj më parë, gjithçka ishte ndryshe. Ishte një mëngjes i nxehtë gushti, dielli i hershëm depërtonte nëpër perdet e bardha të dhomës së spitalit ku babai po flinte. Era që vinte nga dritarja e hapur sillte aromën e bashmave të pjekura dhe të kafes turke nga kafeneja e vogël përballë spitalit, aromë që më kujtonin mëngjesin normal, jo këtë ekzistencë të pezulluar ku koha matej në doza morfine dhe monitora shëbinin. Unë isha ulur në karrigen e padobishme prej plastike pranë krevatit të tij, lexoja një libër poezie shqiptare, Laskush për Adeci, që ai e kishte dashur gjithmonë. Balada e gurit të podlogit kishte qenë favoriti i tij dhe kisha lexuar aq herë sa e dija përmendesh. Babai hapi syt ngadalë dhe për një moment të rrallë, të bukur, ai ishte i qartë. I pranishëm, i vëmendshëm. Sytë e tij, ndonse të verdhuar nga sëmundja, kishin shkëlqim. Dorina, vajza ime, tha ai, zëri i dobët por i qëndrueshëm. Ti ke qenë gjithmonë ajo që më kuptoi. Mos fol shumë, baba, i thash unë, duke i rregulluar jaskun, duke i fshirë ballin me një leckë të lagët. Ruaj forcën. Jo, tha ai, duke kapur dorën time me një forcë që nuk e kisha pritur. Gishtërinë e tij, të hollë dhe të dobët, por mbajtja ishte vendimtare. Të gjom. Kur të vdes dhe jo shumë kohë mbetet, mos gënjej vetes, dua që gjithçka të ndahet barabartë. Ty, mimozës dhe flamurit. 3 pjesë të barabarta. Kjo është e drejtë. Kjo është ajo që nëna jote do të kishte dashur. Kjo është ajo që besoj. Unë e puthja dorën e tij të rrudhur, duke ndjerë reshtrat e hollë në lëkur.
E di baba. Të premtoj. Do të sigurohem. Flamuri, tha ai, dhe diçka erët kaloi në përfytyrën e tij. Një hije, një shqetësim që e bëri atë të duket më i vjetër se 80 vjetë që kishte. Flamuri ka ndryshuar. Kur ishte djalë, ai ishte i mirë. I fort, po, dhe kokë fort, por kishte zemër. Tani nuk e njoh më. Angela, ajo gruaja. Ai nuk e mbaroi. Koka e tij u kthye në anë, dhe syt ju mbyllën sërish, sikur përgjegjja e një fjalje të vetme e kishte lodhur plotësisht. Unë qëndrova atje, duke mbajtur dorën e tij derisa frymëmarrja e tij u bë rregull sërish, ritmi i gjumit thellë. Mendova se ishte thjesht lodhje. Mendova se ishte mospajtueshmëria mes babait dhe djalit të parë, si gjithmonë kishte qenë, Flamuri që dëshironte të shkonte në Tiranë për të studiuar biznes, babai që dëshironte që ai të qëndronte dhe të punonte tokën, Flamuri që martohej me Angelen pa bekimin e plotë të babait, vite heshtje të ftohta që kur nuk u shëruan plotësisht. Por ai po më paralajmëronte. Dhe unë nuk e dëgjova. Ose nuk desha ta dëgjoja, sepse pranojni se vëllai yt mund të jetë i rrezikshëm, se familja mund të jetë armiqësor, kjo është dhimbje tjetër krejt. Jeta jonë në Berat ishte e thjeshtë por e bukur, e mbushur me ritmet e qytetit të vjetër ku kishin jetuar brezat e familjes tonë. Unë jepja mësim letërsi në shkollën e mesme Naim Frashëri, kisha një bashkëshor të mirë, Arben, inxhinier civil, dhe 2 fëmijë që po rriteshin shpejt, Endin 18 vjeç që studionte në Tiranë dhe Lauren 15 vjeç që dëshironte të bëjë arkitekte. Jeta jonë rrëshiste në rutinë të përshtatshme, mësimdhënie në mëngjes, vizita tek babai në pasdite, darka familjare në mbrëmje, shëtitje të diele përgjatë lumit osum. Çdo pasdite pas punës, shkoja tek babai. Nëse ai ishte në shtëpi, e gjeja atë në verandën e vogël që shikonte drejt kodrës ku kalaja e Beratit qëndronte si roje e heshtur. Ne pinim kafe turke që unë përgatisja ashtu si nëna e kishte mësuar, 3 lugë kafe për 2 filxhan, ujë i ftohtë, zierje ngadalë derisa shkuma ngrihej 3 herë. Ne flinim për gjithçka, për libra, ai e kishte dashur kadaren dhe fishtan, për histori të vjetra, për kohën kur nëna ishte gjallë dhe gjithçka duke e mundshme, kur shtëpia jonë ishte plot me zëra dhe qeshje dhe aroma e fergesës që zjente në sobë. A e di se si e dua më shumë këtë tokë, më tha një ditë Gushti, gishti i tij duke treguar drejt fshatit Çorovod në largësi ku kodrat bëheshin mali. Jo për vlerën e saj në lek, por për ato që përfaqëson. Gjyshi yt, Gjergj, e bleu atë tokë në 1933 me parat që fitoi duke punuar në minier. Ai mbolli ato ullin me duart e veta, çdo pemë, çdo rënje. Baballarët tan kanë punuar atë tokë për 150 vjet, Dorina. Gjaku ynë është në atë dhe. Kur ti qëndron poshtë atyre ullinëve, nëse hesh dhe dëgjon me vërtet, mund të dëgjosh historinë. Mund të dëgjosh gjysherit, tan duke kënduar ndërsa mblidhin ullint. Mund të dëgjosh nënën tënde duke qeshur kur ne vdinim atje për piknik. Kjo tokë është më shumë se prone. Është kush jemi. Unë e kisha dëgjuar këtë histori mirë herë, por kur nuk u lodhëm. Kur nuk humbën kuptimin. Çdo herë, zëri i tij merrte po atë cilësi reverente, po atë dashamirësi që bënte që edhe pemët të dukeshin të shenjta. Do ta kujdesem për to, baba, i thash atij. Premtoj. Kur ti të mos jesh më këtu, do të shkoj çdo javë. Do t'i ujit, do t'i krasit, do t'i mbaj saktësisht siç më mësove. Ai buzëqeshi, por kishte diçka të trishtuar në atë buzëqeshje, njësi që nuk e kuptova atëherë, por që më shqetëson tani kur e rikujtoj. E di që do ta bësh, vajza ime e mirë. Por bota është plot me njerëz që duan të marrin atë që nuk u përket. Njerëz që shohin një ullish të vjetër dhe shohin vetëm euro, jo histori. Kujdesu, Dorina. Mos u beso shumë shpejt, madje edhe familjes. Fjalët e fundit më sollën ftohtësi. Çfarë do të thuash? Por ai shkundi kryet. Asgjë. Mendimet e një burri të vjetër. Haro. Por unë nuk harova. Dhe tani, duke qëndruar në dhomën e ndenjes me testamentin e rrem në duar, ato fjalë kumbisnin si paralajmërim që kisha injoruar. 2 javë para se babai të vdiste, Flamur filloi të vinte çdo ditë. Kjo ishte më shumë se çuditëse, ishte shqetësuese. Vëllai im kishte jetuar në Tiranë për 20 vjet, 1 orë e gjysmë me makinë nga Berati. Ai kishte një punë që ai pohonte se ishte shumë e zënë, menaxhim ndërtimi, kontrata, projekte, megjithëse detajet ishin gjithmonë të paqarta. Angela punonte si menaxhere në një butik luksoze në blok, ajo lagje e Tiranës ku çmimet ishin për turistë dhe për të pasurit e rinj, që donin të duken perëndimor. Ata rrallë vinin në Berat. Rrallë telefonin, ndoshta një herë në muaj, biseda 5 minutësh të shkurtra ku Flamur pyeste si është babai, dhe unë përgjigja dhe ai thoshte shumë mirë, më thuaj nëse ka nevojë për diçka dhe pastaj mbyllte. Kur babai u sëmur për herë të parë 2 vjet më parë, kur mjekës zbuluan kancerin që po hanin mëqinë e tij ngadalë por pa mëshirë, Flamur erdhi një herë. Një herë.
Shëndroi gjysmore, shikoi babain që flinte, tha po, duket keq, dhe pastaj u largua sepse kishte një mbledhje të rëndësishme në Tiranë që nuk mund ta anulonte. Nuk u kthye për 6 muaj. Por tani, në shtator, ai ishte këtu çdo ditë. Dhe ajo që ishte edhe më e çuditshme, edhe më shqetësuese, ai kërkonte të qëndronte vetëm me babain. Kam nevojë të flas me të, më thoshte, duke më bllokuar në derën e dhomës së spitalit me trupin e tij, këmbët e hapura qëndrimi jo deri. Gjëra burra. Ti kupton apo jo? Disa biseda janë vetëm për ne. Unë nuk e kuptoja, por e respektova sepse isha rritur të besoja që familja është e shenjtë, që vëllezërit, edhe kur largoheshin, edhe kur zhgënjen, meritojnë përfitimin e dyshimit. Ndoshta Flamur po përpiqej më në fund të lidhej me babain. Ndoshta po pendoi për vitet e humbura, për mungesë, për ftohtësi. Ndoshta kjo ishte tentativa e fundit e tij për të riparuar atë që ishte thyer. Kështu që i lëshova hapësirë. I lëshoja 10, 20, 30 minuta vetëm me babain dhe prisja në korridor, duke lexuar libra ose duke shikuar nga dritare drejt qytetit që shtrihet poshtë. Por një mbrëmje, kur po largome nga spitali, ishte rreth orës 8, dielli po perëndonte dhe bënte qiellin rozë dhe portokalli mbi kodrat, dëgjova zërat. Dera e dhomës së babait nuk ishte mbyllur plotësisht. Një hendek i vogël, aq i vogël sa askush tjetër nuk do ta vinte re, por unë isha duke kaluar saktësisht në atë moment. Ndalova në korridor, zemra më rrite papritur, dhe dëgjova Flamurin të fliste me dik në telefon. Po, ai është shumë i dobët tani, tha ai. Zëri i tij ishte i ulët, urgjent, më i ulët se sa e kisha dëgjuar ndonjëherë. Mjeku thot se mund të jetë vetëm disa javë. Ndoshta më pak. Duhet ta bëjmë shpejt. Gjaku i mufto. Duhet ta bëjmë shpejt. Ta bëjmë çfarë? Heshti ndërsa personi tjetër fliste. Unë shtypja shpinën time në mur, duke mbajtur frymën, duke u përpjekur të bëhem e padukshme. Pastaj, e di. Por ajo, Dorina, po bën problem. Ajo është gjithmonë këtu. Çdo ditë, çdo pasdite. Nuk na jep hapësirë. Duhet ta largojmë për një ditë, vetëm një ditë, dhe e kryejmë atëherë. Sigurohuni që gjithçka është gati. Dokumentet, nënshkrimet, gjithçka. Nënshkrimet. Ata po planifikonin të merrnin nënshkrime. Nga babai që mezi mund të mbante një lugë, lëre më një stilolaps. Mos u shqetëso për mimozën, vazhdoi Flamur. Ajo është e dobët. Ajo do të pranojë çfarë do që i themi. Është Dorina që duhet ta menaxhojmë. Ajo është kokfort si babai i vjetër. Zemra ime rrite aq fort sa mendova se Flamur do ta dëgjonte edhe nëpërmjet murit. Doja të hyja, të kërkoj përgjigje, të bërtisja çfarë po planifikon. Por diçka instinkt frik, ose ndoshta urtësi që nuk e dija se kisha më bëri të presja. Ndaj u largova në heshtje, këpucët e mia të buta që nuk bënin zhurmë kundër dyshemes së spitalit, dhe zbritra shkallët në vend të ashensorit për të parandaluar që Flamur të më shihte kur dilte. Në parking, ulur në makinën time të vjetër Benz, duart e mia dridheshin aq shumë sa mezi mund të futja Chelsea në kontakt. Çfarë po ndodhte? Çfarë po planifikonte Flamur? Dhe me kë po fliste, një avokat? Një notar? Dikush që mund të falsifikonte dokumente? Atë natë nuk fleta. Çdo herë që mbyll syt, dëgjoja zërin e Flamurit, duhet ta bëjmë shpejt. 2 ditë më vonë, babai humbi ndërgjegjen. Ishte mëngjes, unë kisha ardhur herët, rreth orës 6, duke sjell byrek me spinash të ngrohtë nga furra pranë shtëpisë, duke shpresuar se aroma do ta zgjonte. Por kur hyra në dhomë, infermierja kishte një shprehje që më tha gjithçka para se të fliste. Zonja Gjergji, tha ajo but, babai juaj hyri në koma gjatë natës. Rreth orës 4 të mëngjesit. Ne ju thirrëm, por askush nuk më ka thirrur, thash, zëri duke u ngritur. Unë e lash numrin tim. Thash që të më thirrni për çdo ndryshim. Ne thirrëm numrin që babai juaj kishte listuar si kontakt emergjent, tha ajo, duke kontrolluar kartelën. Flamur Gjergji. Ai tha që do t'ju informonte. Flamur që nuk më kishte thirrur. Flamur që kishte mbajtur informacion nga unë në mënyrë që ai të mund të kishte kohë vetëm me babain. Kohë për të bërë atë që duhej bërë shpejt. Mora telefonin dhe thira Flamurin menjëherë. Ai u përgjigj pas 5 ziljeve, zëri i tij i përgjumur. Dorina, çfarë? Pse nuk më the që babai hyri në koma? Nuk e fsheja zemërimin. Unë harrova. Ishte në mes të natës, unë isha e lodhur. Ti harrove, e ndërpreta. Harrove që babai po vdiste. Mos bëj sken, Dorina, tha ai, tani zëri më i qartë, më i ftohtë. Jam në rrugë tani. Do të jem atje për 20 minuta. Ai më bërë në 1 orë, jo 20 minuta. Dhe kur hyri, ai kishte një tuf dokumentesh në dorë, një dosje e trash Manila dhe një buzëqeshje që më bëri stomakun të më kthehej.
Çfarë janë ato? Pyeta, duke treguar dosjen. Asgjë e rëndësishme, tha ai shpejt, duke i vënë në çantën e tij të lëkurës. Vetëm dokumente për spitalin. Faturat, sigurimet, gjëra administrative. Por unë nuk e besova. Jo më. Tregom. Dorina, tha ai, duke buzëqeshur, një buzëqeshje që supozohej të ishte qetësuese por dukej si mask. Je stresuar. E kuptoj, por nuk ka nevojë të bësh mikromenaxhim të gjithçka. Unë po e menaxhoj. Ti po e menaxhon, përsërita. Ti që jesh dukur për 2 vjet, tani je këtu çdo ditë dhe je duke menaxhuar. Sytë e tij u ngurtësuan. Kam të drejtën time të jem këtu. Ai është babai im gjithashtu. Po. Ishte. Por pse tani? Pse pa pritur? Dhe çfarë ishin ato dokumente? Atë pasdite, kur Flamur shkoi për drek, unë e kontrollova çantën e tij që ai e kishte lënë në karrige. Unë e di, ishte invazioni privatësisë, ishte jo etike, ishte diçka që kur nuk do të kisha imagjinuar të bëja në jetën time normale. Por jeta nuk ishte normale më. Gjithçka ndjeje e gabuar, e errët e rrezikshme. Dosja Manila kishte 2 dokumente brenda. I pari ishte një kërkesë për qasje në llogarinë bankare të babait, një formular që kërkonte autorizim për transferime. I dyti ishte një testament i paplot, templat e i printuar nga interneti me emrin e babait të shkruar në dorëshkrim në krye, por pjesa tjetër bosh. Duart e mia dridheshin teksa i lezoja. Flamo po përgatiste dokumente. Po përgatiste të merrte kontrollin mbi paratë e babait. Po përgatiste një testament. Dhe babai tani ishte në koma, i pafajshëm, i pafuqishëm, i paaftë për të mbrojtur. Ngjëra telefon dhe i bëra fotografi të 2 dokumenteve. Pastaj i vendosa sërish saktësisht siç i kisha gjetur dhe mbyll çantën. Kur Flamur u kthye, unë isha ulur pranë krevatit të babait, duke mbajtur dorën e tij, duke i kënduar një këngë të vjetër që nëna e këndonte, më merr në valle. Flamur më shikoi për një moment, diçka që kaloi nëpër fytyrën e tij, fai? Paranoja. Por pastaj buzëqeshi dhe ul në karrigen tjetër, dhe ne qëndruam atje në heshtje, duke shikuar babain që frymmarrje, trupi i tij i vogël duke u ngritur dhe ulur në mbatanie të hollë të spitalit. Ajo ishte hera e fundit që ne qëndruam bashkë si familje para se gjithçka të shkatërrohej. Babai vdiq një mbrëmje shtatori, me shiun që rrite xhamat e spitalit dhe bënte zhurmë si muzikë të rishtuar. Unë kisha dorën time në zemrën e tij kur ajo u ndal, fillimisht një rrahje ngadal, pastaj më ngadalt, pastaj asgjë. Vetëm heshtje, vetëm barimit. Trupi i tij ende i ngrohtë, por ai, burri që ai ishte shkuar. Mimoza qara aq fort sa mendova se do të shkatërrohej, ulëritë që vinin nga thellësitë e saj, që bënin infermierët të vrapojnë dhe vizitorët të tjerë të shikonin me sy plot dhe mshuri. Unë nuk qava. Jo ende. Nuk mund të. Nëse filloja, nuk do të ndaloja kur, dhe kishte shumë që duhej bërë. Telefonata, organizime, ceremoninë, varrimin. Dikush duhej të qëndronte i fortë. Flamur erdhi 20 minuta më vonë, me sy të thash dhe buzë që tha ngushëllime, por zëri nuk kishte ndjenjë, sikur po lexonte nga një skrip. Ai shikoi trupin e babait për një moment, pastaj u kthye dhe filloi të fliste me infermierën për procedurat, për të marrë trupin, për certifikatën e vdekjes. Asnjë lot, asnjë moment heshtjeje. Vetëm biznes. Mortja u mbaj 3 ditë më vonë në xhamin qendrore të Beratit, një ndërtesë e bukur e vjetër me minare që shtrihet drejt qiellit, muret e bardha që ndrisnin edhe në ditën ngritë të vjeshtës. Babai kishte qenë musliman i moderuar, ai agjironte gjatë Ramazanit, shkonte në xhami në festat e mëdha, por nuk ishte dogmatik. Ai besonte në Zot, por besonte edhe në njerëzit, në punë të ndershme, në dashuri familjare. Imami bëri një fjalim të bukur, duke kujtuar bujarin e babait, punën e tij për komunitetin, mënyrën se si ai gjithmonë ndihmonte fshinjet në nevojë. Shindra njerëz erdhen, miq të vjetër nga koha kur babai punonte si mësues në shkollë, koleg nga vitet kur ai ishte në Këshillin Bashkiak, fshinje që ai kishte ndihmuar gjatë viteve, një burr që kishte humbur shtëpinë në zjarr dhe babai e kishte strehuar për 6 muaj, një grua që kishte mbetur e ve dhe babai ja kishte paguar shkollimin fëmijëve, një plak që babai e vizitonte çdo javë në azil, sepse nuk kishte kusht tjetër. Histori pas historie, njerëz që flisnin për dashamirësinë e babait, ndershmërinë e tij, mënyrën se si ai I bënte ata të ndiheshin të dëgjuar, të vlerësuar. Dhe gjatë gjithë kohës, Flamur dhe Angela qëndronin në radhën e parë, duke luajtur rolin e familjes në zi, duke pranuar ngushëllime, duke buzëqeshur me trishtim dhe duke thënë faleminderit. Ai ishte një burr I madh, por unë I shikoja dhe e dija, ata po mendonin për testamentin. Për tokën, për parat, jo për burrin që sapo kishim humbur. Pas ceremonisë, kur të gjithë erdhën në shtëpinë tonë për darkë për kujtimore, një traditë shqiptare ku familja dhe miq mblidhen për të ndarë ushqim dhe kujtimin, shtëpia jonë u mbush me njerëz.
Unë dhe motra, tezet, ku shërinjt kishin përgatitur tavë kosi, qofte, fërges me speca, byrek me mish dhe me djath, salat, bukë të shtëpis, baklava dhe revani për ëmbëlsirë. Era e ushqimit të shqiptar tradicional mbushi shtëpinë, aroma që më kujtuan ditë më të lumtura kur babai ulej në krye të tryezës dhe thoshte të lumshin duart, vajza, kjo është si koha e nënës suaj. Angela hyri në kuzhinë ku unë po përgatisja më shumë kafe turke për mysafirët. Ajo kishte veshur të zeza, por buzët e saj ishin të kuqe të ndritshme, sikur po shkonte në fest, jo në mortje. Gozhdët e saj të kuq shkëlqenin, ndërsa ajo merrte një copë baklava nga pjata. Të lumshin duart, tha ajo, por zëri i saj nuk kishte ngrohtësi. Ishte mekanik i mësuar, sikur fjala thuhej nga detyrim, jo nga zemra. Duhet të ketë qenë e vështirë për ty, këto vjet duke u kujdesur për të. Ka shumë kohë, ka shumë energji. Jeta jote plotësisht në pritje. Ishte nder, i thash unë, duke mos e shikuar, duke vazhduar të përziej kafen që zjente në xhezve. 3 herë duhet të ngrihet shkuma, jo më shumë. Kështu nëna më kishte mësuar. Nder, përsëriti ajo, duke qeshur lehtë, një tingull i vogël i ftohtë. Po, sigurisht, por tani që kam mbaruar je e lirë. Mund të kthehesh në jetën tënde normale. Mund të pushosh. Mund të jetosh për veten. Diçka në mënyrën se si ajo e tha e lirë më bëri ta shikoja. Angela buzëqeshi, por buzëqeshja nuk arrinte sytë e saj, ato sytë të zinj që shikonin jo në mua, por në diçka pas meje si të llogariste. Çfarë do të thotë kjo? Ajo preu një copë nga trileca që një fshinj kishte sjell, shtres biskotash, krem, karamel e ëmbël dhe e pasur. Asgjë. Vetëm që ndonjëherë gjërat ndodhin për një arsye, e di? Ndonjëherë njerëzit marrin atë që meritojnë. Ajo hëngri një kafshim, duke më shikuar drejt për drejt, pa blerë. Dhe ndonjëherë nuk e marrin. Pastaj ajo u largua, lëshoi aromën e parfumit të saj të shtrenjtë, diçka franceze, diçka që kushtonte më shumë se qiraja ime mujore në gjurmën e saj, dhe unë shndrova atje me duar që dridheshin aq forca pothuajse lëshova xhezun. Kafeja vrau mbi sobë, por unë nuk lëvizja. Çfarë dinte Angela? Çfarë kishin bërë ata? Atë natë nuk fleta. Në vend të kësaj, shkova në podrumin ton, një hapësirë vogël e ftohtë, plot me kutitë vjetra dhe kujtim, dhe gjeta kutinë e dokumenteve të babait. Kontratat të tokës nga vitet 90 kur prona u privatizua pas komunizmit. Letra nga gjyshi që përshkruan të kufit e tokës. Fotografi të vjetra zbardhur nga koha, babai si djalë duke shndruar pranë ullinjve, babai dhe nëna në ditën e dasmës, ne 3 fëmijë duke luajtur në fshatin ku ajri errante si timian dhe lavandër e egër. Dhe në fund, e mbështjell me kujdes në një qese plastike për ta mbrojtur nga lagështia, një letër që babai ma kishte dhënë 3 vjet më parë. Nëse diçka më ndodh, më kishte thënë atë ditë, duke ma dorëzuar zarfin e vulosur. Nëse unë vdes, ose nëse ndodh diçka që më bën të mos mund të flas për veten, hap këtë. Lexoje. Dhe bëj atë që është e drejtë. Baba po flet sikur. Hape vetëm kur të jetë koha, ai kishte insistuar, sytë e tij serioze. Premto. Kisha premtuar. Dhe tani ishte koha. E hapa. Ishte e shkruar me dorën e babait, ajo shkrimi qartë, i kujdesshëm që ai e kishte mësuar në shkollë në vitet 50, kur mësuesit ishin të rreptë dhe shkrim dore ishte art. Lexova. Në rast të vdekjes sime, dëshiroj që toka ime, shtëpia dhe ullishta në fshatin Çorovod të ndahen në 3 pjesë të barabarta, 1/3 për Dorinën time të dashur, 1/3 për Mimozën time të dashur, 1/3 për flamurin tim. Kjo është vullneti im i vërtet dhe i pandryshuar. E kam vendosur këtë në vitin 1999 kur bleva tokën dhe e riafirmoj këtu në vitin 2021. Nëse dikush thot ndryshe, nëse dikush paraqet një dokument që pohon se unë desha diçka tjetër, ai dokument është gënjeshtër. Askush nuk mund të ndryshoj këtë vullnet përveç meje, me nënshkrimin tim të verifikuar nga notari Ermal Hoxha, avokati im i vetëm dhe i besuar. Nëse po lexon këtë, Dorina, do të thotë se unë nuk jam më këtu për të mbrojtur familjen tonë. Tani është puna jote. Lufto për atë që është e drejtë. Mos lejo që gjaku dhe djerës e gjyshërve tanë të vidhen nga lakmia. Të dua për gjithmonë, vajza ime e fortë. Leke Gjergji, 15 prill 2021. Unë e mbajta atë letër deri në agim duke qarë në heshtje, lo që nuk kisha lejuar vetes ta derdhja në spital, në mortje para familjes. Tani, në errësirën e podrumit, rrethuar nga gjërat e vjetra dhe aromën e mykut dhe kujtimeve, u lëshova. Babai e kishte ditur. Ai kishte ditur që dikush do të përpishej të na mashtronte. Dhe ai më kishte dhënë armën për të luftuar. Tani e gjitha ajo që më duhej ishte të provoja se testamenti që Flamur kishte paraqitur ishte një gënjeshtër. Dhe unë e dija saktësisht se ku të filloja. 3 ditë pas leximit të testamentit të Rem, thira avokatin Ermal Hoxha. Ermal kishte qenë mik i familjes për 30 vjet,
A i kishte ndihmuar babain të regjistronte tokën në vitet 90, kur pas rënies së komunizmit çdo pronë duhej riregjistruar dhe provuar me dokumente të vjetra ose dëshmi. A i njihte çdo dokument, çdo nënshkrim, çdo detaj të trashëgimisë son më mirë se kushdo. Takuam në zyrën e tij në qendër të Beratit, në një ndërtesë të vjetër afër sheshit kryesor ku statuja e Churchillit popullit shndron si kujtim i luftës. Zyra ishte e vogël, një dhomë e mbushur me raftet plot me libra ligjor me kopertina të konsumuara, dosje manila të etiketuara me dëshkrim, dhe aroma e kafesë së vjetër dhe duhanit. Ermal pinte 40 cigare në ditë edhe pse gruaja e tij i kishte lutur të ndalonte. Ermali ishte në të 60-tat, me flok gritë të çrregull që dukeshin sikur nuk i kishte kruar prej ditësh, dhe sy të mërzit që kishin parë shumë padrejtësi për të qenë naiv ose romantik për sistemin ligjor. Ai kishte një reputacion në Berat për të qenë i ndershëm, një cilësi e rrallë që e bënte atë të respektuar, madje edhe nga kundërshtarët në gjykate. Dorina, tha ai, duke më dhënë një filxhan kafe turke në një filxhan të vogël porcelani. Po mirë, tregom çfarë po ndodh. Zëri yt në telefon më shqetësoi. I tregova gjithçka. Testamenti që Flamur paraqiti. Data, 8 shtatori, kur babai ishte në koma të dokumentuar mjekësisht. Avokati i panjohur kujtim Sula që askush në familje nuk e njihte. Fakti që babai më kishte thënë shumë herë që ai dëshironte ndarje të barabartë. Letra që ai më kishte lënë në 1921. Bisedën që kisha dëgjuar Flamurin duke pasur 2 javë para vdekjes së babait, duhet ta bëjmë shpejt, dokumentet në nënshkrimet. Dokumentet që kisha gjetur në çantën e Flamurit, kërkesa për çësje bankare, templat e testamenti. Ermal dëgjoi pa ndërprerë, fytyra e tij bëhej gjithnjë më e errët, ndërsa historia zhvillohej. Ai mori shënime në një blok të vjetër, shkroi data, emra, detaje. Kur mbarova, ai shikoi tavolinën për një kohë të gjatë, duke ndezur një cigare dhe duke thithur thellë. Pastaj foli, zëri i ulët dhe i kujdesshëm. Leke nuk ka bërë kur testament me mua. Jo zyrtarisht, jo të nënshkruar para notarit. Por ai më kishte thënë shumë herë, herën e fundit ishte në maj, vetëm 4 muaj para se të vdiste se çfarë dëshironte, ndarje e barabartë për ju 3. Një e treta për secilin. Ai e kishte thënë në prani të dëshmitarëve. Unë kam shënime nga ato takime. Kam emaile ku ai më shkroi të njëjtën gjë. Kam një histori të plot korrespondence. Pra ai nuk ndryshoi mendje, pyeta, duke ditur përgjigjen por duke dashur ta dëgjoja nga dikush tjetër. Absolutisht jo, tha Ermal vendosmërisht. Leke ishte burri më i vendosur që kam njohur. Kur ai vendoste diçka, veçanërisht diçka aq të rëndësishme si trashëgimia, ai nuk ndryshonte mendje pa një arsye shumë të fortë dhe pa ma thënë mua. Ai më besonte. Ai do të më kishte konsultuar. Ai shtypi cigarenin në një tavë plot me bish cigaresh. Por më shqetëson diçka tjetër. 8 shtatori. Nëse babai yt ishte i pavetëdijshëm, i konfirmuar nga mjekët, atëherë nënshkrimi duhet të jetë i falsifikuar. Nuk ka mënyrë tjetër. Si mund ta provojmë? Do të na duhet një analizë grafologjike, tha Ermal, duke hapur një dosje dhe duke nxjerrë një fletë. Do të krahasojmë nënshkrimin në testamentin që Flamur paraqiti me duzina nënshkrime të tjera nga dokumentet e lekes, kontrata, dokumenta bankare, letra zyrtare. Një grafolog mund të tregojnë nëse nënshkrimi është autentik ose jo. Do të shikoj presionin e stilolapsit, këndin e shkrimit, rrjedhën, çdo karakteristik mikroskopike. Është shkencë forensike. Mund t'i marr, thash menjëherë. Kam qasje në dokumentet e babait. Mirë, tha Ermal. Por ka edhe diçka tjetër. Ai më shikoi drejt për drejt, sytë e tij serioze. Nëse ata kanë falsifikuar testamentin, ka mundësi shumë të madhe që të kenë bërë diçka më shumë. Para, transferime bankare, vjedhje financiare. Njerëzit që janë të gatshëm të falsifikojnë një testament rrallë ndalojnë vetëm atje. Kontrollo llogaritë e babait tënd. Shiko nëse ka patur ndonjë lëvizje të pazakontë në muajt e fundit. Transferime të mëdha, tërheqje, çdo gjë që duket jo në karakter për leken. Gjaku i muftoa. Para. Sigurisht. Flamur nuk po luftonte vetëm për tokën, ai donte gjithçka. Çdo lek, çdo aktiv, çdo gjë që babai kishte punuar për të gjithë jetën e tij. Ti mendon se ata kanë vjedhur para nga babai? Ermal nguroi, pastaj tha me zë të matur, mendoj se nëse dikush është i gatshëm të falsifikojë një testament të një burri në shtratin e vdekjes, ai person është i gatshëm për gjithçka. Kontrollo. Atë pasdite shkova në bankën ku babai kishte pasur llogarinë e tij për 40 vjet, Raiffeisen Bank në qendër të Beratit, një ndërtesë moderne me xham që kontrastonte me arkitekturën osmane rreth saj. Menaxheri, një grua e mirë rreth të 40-tave me emrin e Lira që e njihte familjen sepse djali i saj kishte qenë zënësi im, më dha çasje pasi I tregova certifikatën e vdekjes dhe dokumentin time të identitetit.
Do t'ju duhet pak kohë, tha ajo, duke shtypur në kompjuter. Llogaria kishte shumë aktivitet në muajt e fundit. Do t'ju printoj gjithçka. Unë prita në një zyrë të vogël private, zemra më rrithë aq fort sa mendova se të gjithë mund ta dëgjonin. Dritarja shikonte drejt sheshit ku njerëzit ecnin, blinin, jetonin jetë normale ndërsa jeta ime po shkatërrohej me çdo sekond që kalonte. 15 minuta më vonë, Elira u kthye me një tufë letre, të paktën 30 faqe. Fytyra e saj ishte e shqetësuar, e kujdesshme, si dikush që po jep lajme të këqija por po përpiqet të mbetet profesionale. Sonja Gjergji, tha ajo ngadalë, duke ulur me kujdes letrat në tavolinë sikur ishin bome. Keni parë këto transferime? Unë mora letrat. Dhe bota ime u fundos. Transferim pas transferimi. 5 milion lek, 3 milion lek, 7 milion lek, 2 milion, 8 milion. Gjithse 20 transferime të ndryshme. Të gjitha të nënshkruara nga Leke Gjergji, të gjitha të shkuara në llogarinë e Flamur Gjergji. Totali, 50 milion lek, 400.000 euro. Pothuajse gjithçka që babai kishte kursyer gjatë gjithë jetës së tij, të kursyer nga paga e tij si mësues, nga shitja e ullinjve, nga pensioni i vogël, nga çdo lek që ai kishte vënë mënjan me shpresën që fëmijët e tij do të kishin diçka kur ai do të vdiste. Data e fundit e transferimit, 9 shtator. Një ditë pasi babai supozohej se kishte nënshkruar testamentin. Dhe 2 ditë para se ai të vdiste, kur ai ishte plotësisht i pavetëdijshëm, duke u mbajtur gjallë vetëm nga makinat. Duart e mia dridheshin aq shumë sa pothuajse më ran letrat. Kur filluan këto, Marsi, tha Elira, duke treguar faqen e parë. Transferimi i parë ishte në mesin e marsit, por më të mëdhat janë nga gushti e shtatori. Marsi, përpara se babai të përkeqësohej seriozisht, gushti dhe shtatori, muajt kur babai ishte më i dobët. Kur ai mezi mund të fliste, lëre më të shkruante emrin e tij. Kur Flamur vinte çdo ditë për të qenë për krah tij. Kur ai kërkonte kohë vetëm me babain. Kur ai sillte ato dokumente për spitalin. Kjo nuk është legjitime, thash, zëri më dridhej, lotët po m'finin. Babai im nuk mund ta ketë bërë këtë. Ai ishte në spital, i pavetëdijshëm në shtator, ai nuk mund të ketë autorizuar asgjë. E di, tha ajo në mënyrë të butë, ulur në karrigen përballë meje. Dhe për të thënë me sinqeritet, ne kemi pasur shqetësime. Transferimet ishin të pazakonshme për Leken, ai kurrë nuk kishte transferuar shumë aq të mëdha më parë. Një prej kolegëve të mi madje ngriti çështjen, por transferimet u autorizuan me nënshkrimin e tij dhe me kodin P. Ligjërisht, duart tona ishin të lidhura pa prova mashtrimi. Tani keni provë, thash, duke i dhënë asaj raportin mjekësor që kisha sjell, dokumentin që konfirmonte se babai kishte qenë i pavetëdijshëm nga data 6 deri në 17 shtator. Ai nuk mund ta ketë nënshkruar asgjë gjatë kësaj periudhe. Kushdo që e bëri, e falsifikoi nënshkrimin e tij. Elira lexoi raportin, fytyra e saj bëhej gjithnjë më e kthyer. Kjo është... Ajo nuk e mbaroi fjalin. Do t'ju jap një kopje të gjitha këtyre. Të gjitha. Çdo transferim, çdo datë, çdo detaje. Dhe do të ndihmoj në çdo mënyrë të mundshme nëse vendosni të ndërmerrni veprime ligjore. Më jepni një kopje të gjitha këtyre, thash, duke u përpjekur të kontrolloja zërin tim, por lotët po rrëshisnin tani të nxehtë dhe të hidhur. Të gjitha. Çdo transferim, çdo dokument, çdo pranimet bankare që lidhen me këtë llogari. Ajo filloi të printojë menjëherë. Ndërsa printeri zhurmonte dhe shkarkonte faqe pas faqe, unë ulur atje, duke parë shifra që përfaqësonin jo vetëm para, por jetën e babait. Çdo lek që ai kishte fituar duke mësuar fëmijët shqiptar të lexojnë. Çdo euro që ai kishte kursyer duke mos blerë gjëra për veten në mënyrë që ne të mund të kishim rroba të reja për shkollë. Çdo këmbëngulje në një jetë të thjeshtë të kursyer me shpresën që fëmijët e tij do të kishin më mirë. Dhe Flamur ja kishte vjedhur. Gjithatë. Gjatë muajve të fundit të jetës së babait, kur babai po vdiste, Flamur po e shkarkonte çdo lek që mund të merrte. Atë natë, ulur në tryezën e kuzhinës me ekstrakte bankare të shpërndara përpara meje si prova e një krimi që mezi mund ta besoja, thira djalin tim, Endin. Ai ishte 18 vjeç, student viti i parë në Universitetin Politeknik të Tiranës për inxhinieri kompjuterike. Nëse dikush mund të më ndihmonte të mbledhja prova teknologjike, prova që nuk mund të mohoheshin, ishte ai. Nën, tha ai kur ja shpjegova situatën. Zëri i tij në telefon ishte i hutuar, i tronditur. Ata nuk mund ta kenë bërë këtë. Flamuri nuk mund të jetë, ai është familje. E ka bërë, thash, zëri më thyer tani që nuk kishte asnjë të huaj të dëgjonte, tani që mund të lëshohem. Dhe unë do t'i ndaloj, por kam nevojë për ndihmën tënde. Endit nuk ju desh të mendonte 2 herë. Çfarë të duhet? Teknologji, thash.
Çdo gjë që mund të na ndihmojë të kapin ata duke folur për atë që kanë bërë. Regjistrime audio, video, çfarëdo që mund të përdoret në gjykat. Heshtje për një moment. Pastaj ai tha, zëri i tij i vendosur, ka që ngjashëm me babain sa më bëri zemrën të më dhemte, lër mua nën. Do të jem atje të shtunën me gjithçka që na duhet. Javën tjetër, Andy erdhi në Berat me një çantë plote me pajisje që dukeshin si diçka nga një film spioni. Kamera të vogla me baterie që mund të fshiheshin kudo, brenda ornamenteve, pas librave, brenda vazave. Regjistrues audio aq të vegjël sa mund t'i vije në një kuti shkrepsash, ose të ngjiteshin në tavolina me shirit Velcro. Madje edhe një aplikacion që ai kishte instaluar në telefonin tim që mund të regjistrojë automatikisht në cloud çdo bisedë që ndodhte në një dhomë, u plot automatik në mënyrë që edhe nëse dikush merrte telefonin, regjistrimet ishin tashmë të sigurta. Të gjitha këto janë legale, pyeta, duke shqyrtuar kamera që dukeshin si objekte të zakonshme shtëpiake. Për përdorim personal në pronën tënde? Po, tha Andy, duke vendosur pajisjet në tavolinë. Nuk mund t'i vendosësh në shtëpinë e dikujt tjetër pa leje. Por këtu në shtëpinë ku rritemi, ku ke jetuar gjithë jetën, është territori ynë. Ligjërisht, ke të drejtë të regjistrosh biseda që ndodhin këtu. Flamur dhe Angela po vinë të shtunën, i thash. Ata thanë që duan të diskutojnë çështje të trashëgimisë. Mendonin që do të më bindin të pranojnë një shumë të vogël parash dhe të heq dorën nga e gjitha. Andy vështroi në përdhom me sy analitik. Atëherë ne kemi 4 ditë për të përgatitur gjithçka. Ku mendon se do të ulen? Dhoma e ndenjes, thash. Ku babai kalonte kohën e tij. Flamur gjithmonë ulet në koltukun që ishte i babait, mendoj se i bën të ndihet i fuqishëm, sikur tani ai është koka e familjes. Perfekte! Andy filloi të punonte menjëherë, duke lëvizur në përdhom si një profesionist. Ai vendosi një kamerë të vogël brenda një vazo dekorative në rafte, vazo që babai e kishte sjell nga një udhëtim në Gjirokastër 10 vjet më parë. Lente ishte e vogël, pothuajse e padukshme, e kamufluar nga modelet e vazo. Një kamera tjetër shkoi brenda kornizës së një pikture në mur, një pikture Beratit të vjetër që babai e kishte dashur. Regjistruesi audio shkoi në tavolinën e kafes, i kamufluar si një SB charger që çdo njeri do të supozonte se ishte thjesht për të ngarkuar telefona. Brenda 3 orëve, dhoma ishte e mbushur me sy dhe vesh të padukshëm. Do të regjistroj gjithçka, tha Andy, duke më treguar aplikacionin në telefonin e tij që kontrollonte të gjitha pajisjet. Video 1080p, audio i qartë, ti me stamp automatik. Upload automatik në cloud storage, Google drive me një ackon që krijova vetëm për këtë. Edhe nëse ata gjen pajisjet dhe i shkatërrojnë, ne tashmë kemi kopje. Unë e përqafova, duke mbajtur birin tim që tani ishte më i gjatë se unë, më i fortë se unë, por ende djali im. Faleminderit, biri im. Gjyshi do të ishte krenar për ty, tha ai në vesh tim, zëri i tij i thyer. Ti po lufton për të. Për ne. Për atë që është e drejtë. Kjo është ajo që ai të mësoj. Të shtunën, Flamur dhe Angela mbërritën në orën 1 pasdite, saktësisht në kohë sikur kjo ishte një takim biznesi dhe jo një diskutim familjar. Angela kishte veshur një fustan të bardhë me aksesor ari që dukej shumë për Berat, diçka që do të vishej në një event në Tiranë, jo në një shtëpi të thjesht familjare. Flamo veshi gjinse të shtrenjta dhe një këmishë që njiha markin sepse kisha parë reklamat, Armani, që kushtonte më shumë se paga ime e një muaji si mësuese. Dorina, tha Flamur, duke më përqafuar shkurtimisht, një përqafim formal i ftohtë, sikur po përshëndeste një koleg, jo motrën. Ai erënte kolonjë të fortë, diçka që e mbulonte aromën natyrore, por që nuk mund ta fshinte krejtësisht erërim e djersës nervoz. Faleminderit që na prite. E vlerësojmë. Familje jemi, thash, duke ju përpjekur të buzëqesh, duke luajtur rolin e motrës së mirë, të bindur acondujtur. Hini, kam përgatitur byrek me mish dhe kafe turke. Ne u ulëm në dhomën e ndenjes, Flamur saktësisht ku e kisha parashikuar, në koltukun e babait, duke ulur shpinën në tekstilin që ende mbante formën e trupit të babait nga vitet e përdorimit. Angela pranë tij, këmbët e kryqëzuara me elegancë artificiale, buzëqeshja e saj e ftohtë që nuk arrinte syt. Unë u shërbesha kafe dhe byrek, pastaj u ula përballë tyre në divani, me telefonin tim në gjep që po regjistronte çdo fjalë. Kamerat në vazi dhe në kornizë po filmonin çdo lëvizje. Regjistruesi në tavolin po kapur çdo tingull. Pra, filloi Flamur, duke vendosur filxhanin e kafes poshtë me një tingull të vogël. Le të jemi të drejtë për drejtë. Testamenti është i qartë. Toka është imja. Shtëpia është ime. Gjithçka është ime, siç donte babai. Pse? Pyeta në mënyrë të thjeshtë, duke e mbajtur zërin të qetë. Ai ngriti vetullat, sikur pyetja ishte absurde. Pse? Sepse babai e la kështu. Sepse ai më zgjodhi.
sepse ai besonte që unë do të kujdesesha për trashëgimin më mirë se ju. Por pse, insistova, duke shikuar drejt për drejt në sytë e tij. Pse do të linte gjithçka për ty, Flamur? Ti nuk ishe këtu. Unë isha. Çdo ditë për 7 vjet, unë e laja atë kur nuk mund të bënte vetë. E usheva kur dora e tij dridhej shumë për të mbajtur lugën. I lexova kur ai nuk mund të mbante librin. Shëndrova natën kur ai kishte dhimbje dhe bërtinte. Ku ishe ti? Faqa e Flamurit u ngurtësua. Unë kisha jetën time. Punë. Përgjegjësi. Dhe unë nuk kisha, e ndërpreta. Unë kisha punë, familje, fëmijë. Por e bëra babain prioritet, sepse ai kishte nevojë për mua. Ku ishe ti kur ai më pyeste për ty? Kur ai thoshte ku është Flamuri, dhe unë duhet të gënjesha dhe të thoja ai do të vijë së shpejti, edhe pse e dija që nuk do të vije. Kujdes, Dorina, tha Angela, zëri i saj impres si xhami. Ajo u përçul përpara, duart e saj të përsosura të manikyruara të vendosura në zhunje. Ti tingëllon xheloze. Emocionet nuk ndryshojnë ligjet. Testamenti është testament. Nëse dëshiron të kontestosh, bëje. Por do të humbash dhe do të shpenzosh para që nuk i ke për avokat. Nuk jam xheloze, thash, duke mbajtur zërin stabil edhe pse zemra më rrihte. Jam e hutuar. Babai më kishte thënë shumë herë që ai dëshironte ndarje të barabartë. 3 pjesë, një për secilin. Kjo është ajo që ai besonte që ishte e drejtë. Flamur qeshi, një tingull i shkurtër, i detyruar, pa humor. Njerëzit ndryshojnë mendje, veçanërisht kur afrohen vdekjes. Ndoshta ai kuptoi se djali i tij ishte më i besueshëm. Ndoshta ai pa që ti ishe shumë emocionale, shumë e dobët për të menaxhuar një prone. Ose ndoshta, thash ngadalë, duke lëshuar fjalët me kujdes, ai kurrë nuk e tha këtë. Ndoshta dikush shkroi atë testament pa dijen e tij. Heshtja në dhomë u bë trash, elektrike. Angela vështroi Flamurin, një vështrim i shpejt, impret. Flamur vështroi mua, fytyra e tij duke përpjekur të vendos nëse po bëja bluf apo nëse e dija diçka. Për një moment, pasha te ekuilibër, duhet të gënje më shumë apo duhet të kërcënoje? Ai zgjodhi gënjeshtër. Të lutem, tha ai duke shtrirë duart në një gjestë paqësor, sikur po përpishi të qetësonte një fëmijë. E di që kjo është e vështirë. E di që nuk është ajo që prisje, por duhet ta pranosh realitetin. Babai bëri zgjedhjen e tij. Ligjërisht është e qartë. Unë nuk mund ta ndryshoj atë. As ti. Kur e nënshkroj atë testament, pyeta. 8 shtatori, tha Flamur menjëherë. Shumë menjëherë. Sikur e kishte mësuar për mendje, provuar përsëritur. 8 shtatori, përsërita, duke e lëshuar fjalën të mbetej në ajër. Dita kur babai ishte në koma në spitalin e Beratit. Dita kur mjekët na thanë që ai nuk mund të lëvizte asnjë muskull. Që ai nuk mund të hapte syt. Që ai nuk kishte ndërgjegjie. Ankth kaloi nëpër fytyrën e Flamurit, vetëm për një sekond, por e pash. E kapta. Ai e nënshkroi atë para se të përkeqësohej. Ose ndoshta data është e gabuar. Mjekët thanë se ai humbi ndërgjegjen më 6 shtator, thash qetësisht. Kam raportet mjekësore. Kam dëshminë e çdo infermiereje, çdo mjeku që e trajtoi. Data 8 shtator, babai im nuk mund të nënshkruante asgjë. Fizikisht të pamundur. Atëherë mjekët bën një gabim. Flamur u ngrit, zëri i tij duke u ngritur. Dëgjoju vetes, Dorina. Ti po akuzon familjen tënde, vëllain tënd, për mashtrimin e një burri të vdekur, e ndërpreta duke u ngritur edhe unë. Për falsifikimin e nënshkrimit të tij, për vjedhjen e trashëgimisë që ai donte për të 3 fëmijët e tij? Po. Kështu tingëllon. Angela u ngrit edhe ajo, lëvizjet e saj të njehsura të kontrolluara. Je shumë ignorant për mirëdhënien tënde, Dorina. Flamur po përpiqet të jetë bujar me ty. Por ne mund të jemi më pak bujar nëse vazhdoni të na ngacmoni me akuza. Kërcënime, thash. Tani po më jepni kërcënime. Jo kërcënim, tha Angela, duke buzëqeshur, një buzëqeshje e ftohtë e llogaritur. Vetëm këshill. Lufta ligjore është e shtrenjtë. Kohës gjatëse, lodhëse. Dhe ti do të humbasësh sepse nuk e prova, vetëm ndjenja. Ndaj pse të mos pranosh, të marrësh para që Flamur është i gatshëm të ofroje, dhe të vazhdosh me jetën pa stres, pa gjyq, pa dram. Sa pyeta? Flamur dhe Angela shkëmbyen vështrime, një bisedë tërë që ndodhi në heshtje. 3 milion lek, tha Flamur më në fund. 24.000 euro. Për ty. Dhe të njëjtën shumë për mimozën. 6 milion gjithsej. Ky është oferta finale. 6 milion lek për një trashëgim që vlente 80 milion. Plus 50 milion që ata kishin vjedhur nga llogaria bankare. Ata po përpiqeshin të më blinin heshtje me miglima, 75% të vlerës reale. Jo, thash. Jo?
Flamur bëhe I kuq, venat në qafën e ti duke u bërë të dukshme. Ti je serioze? Ti po refuzon 24.000 euro. Serioze si vari, thash, duke mbajtur zërin të qetë por të vendosur. Unë do të luftoj këtë Flamur. Do të gjej avokatin që shkroja atë testament të rrem. Do të marr analizë grafologjike që provon se nënshkrimi është falsifikim. Do të sjell mjekët që dëshmojnë se babai nuk mund të nënshkruante asgjë atë ditë. Do të ekspozoj ty dhe mashtrimin tënd në para të gjithëve që njihen babain. Do të sigurohem që çdo njeri në Berat të di se çfarë I bëre një burri në shtratin e vdekjes. Angela qeshi, një tingull I tmerrshëm, I ftohtë, I mbushur me përçmim. Ti dhe cila arme? Ti nuk ke asgjë, vetëm fjalë. Kam të vërtetën, thash. E vërteta nuk do të thot asgjë pa prova konkrete, tha ajo, duke u afruar fytyrës time shumë afër tani. Aroma e parfumit të saj ishte e fortë, e mbytëse. Dhe ti nuk e prova. Vetëm ndjenja. Vetëm dyshime. Dhe një vajzë të hidhur që nuk mund të pranojë se babai I saj u preferoi një djalë mbi të. Ajo e preku faqen time me një gozhë të kuqe të mpret. Pranoje Dorina. Ti ke humbur. Dhe sa më shpejt ta pranosh, aq më pak dhimbje do të jetë. Pastaj ata u larguan, duke lënë erën e kërcënimit dhe kolonjës së shtrenjtë në zhurmën e tyre. Kur dera u mbyll me një tingull të fortë, këmbët e mia u dobësuan dhe rash në divan, trupi im duke dridhur nga adrenaline. Por pastaj një tingull më bëri të ngrihesha. Telefoni im po merrte një mesazh nga Endi. E kemi gjithë bisedën. Video e qartë. Audio perfekt. Ata sapo u vetë vranë. Uploading në cloud tani. Për herë të parë në javë, unë buzëqesha. Një buzëqeshje që nuk ishte të bënte me lumturi. Kishte të bënte me drejtësi që po vinte, ngadalë por me siguri, sikur një stuhi që mblidhej në horizont. Javën tjetër thira mimozën në shtëpinë tonë dhe I tregova gjithçka, testamentin e rrem që Flamur kishte parashitur, ekstrakte bankare që tregonin 50 milion lekë të vjedhur, regjistrimet ku Flamur dhe Angela flisnin për mashtrimin. Ajo çau. Ajo u zemërua aq shumë sa dora e saj dridhej. Dhe pastaj ajo tha fjalët që kisha shpresuar t'i dëgjoja. Çfarë dua që të bëj? Thuam, dhe unë do ta bëj. Dua që të luftojmë së bashku, thash, duke mbajtur duart e saj. Dua që t'i ekspozojmë. Jo vetëm në gjykat me një proces I gjatë që asnjë nuk do të shohë, por publikisht, në mënyrë që çdo njeri që njeh të babain të di se çfarë I bën atij Flamur dhe Angela. Në mënyrë që ata të mos mund të fshihen kurrë më pas turpit. Në mënyrë që emri I babait të pastrohet. Mimoza më shikoi për një moment të gjatë. Si? Dreka përkujtimore, thash. 40 ditë pas vdekjes së babait. Traditë shqiptare. Babai ishte I njohur, I respektuar, do të jenë të paktën 80 njerëz. Familja e gjerë, miq të vjetër, koleg, fshinje komuniteti. Do të jemi të gjithë atje. Dhe unë do të tregoj të gjithëve çfarë kanë bërë Flamur dhe Angela. Me prova, me regjistrimet, me dokumentet, në mënyrë që askush të mos mund të mohojë, të mos mund të gënjej, të mos mund të fshehë. Mimoza shikoi në distancë për një moment, duke menduar. Pastaj ajo nisi të buzëqesh, një buzëqeshje që nuk e kisha parë prej vitesh, një buzëqeshje që më kujtoi vajzën e vogël që ajo kishte qenë, plot me guxim dhe drejtësi. Kur fillojmë? Tani, thash, kemi 4 javë, dhe ka shumë për të bërë. 4 javët e ardhshme ishin luftë me finesë, strategji dhe durim. Unë duhet të bëja Flamurin dhe Angelën të mendonin se kisha hequr dorë, se isha mposhtur, se isha pranuar realitetin. Në të njëjtën kohë, po ndërtoja rastin më të fortë të mundshëm, jo vetëm për gjykat, por për ekspozimin publik që do t'i shkatëronte përgjithmonë. Së pari, shkova te Ermali me regjistrimet. Ai I dëgjoi, fytyra bëhej gjithnjë më e errët me çdo fjalë që dilte nga altoparlantët. Kur mbaron, ai goditi tavolinën me grusht. Kjo është e mjaftueshme, tha ai, zëri I tij duke dridhur nga zemërimi. I kemi, por ne duam më shumë. Duam të jemi absolutisht të padiskutueshëm. Duam që asnjë gjyqtar, asnjë avokat, asnjë njeri në atë dhomë të mos mund të mohojë. Ne moluam një ekspert grafologjik nga Tirana, Ilir Kora, një nga specialistët më të respektuar në vend që kishte dëshmuar në duzina raste penale. Ai erdhi në Berat, ekzaminoi testamentin që Flamur kishte paraqitur dhe e krahasoi me duzina nënshkrimesh të tjera nga dokumentet e babait, kontrata nga vitet 90, dokumenta bankare, letra zyrtare, madje edhe kartolinat që babai kishte dërguar mishve gjatë viteve. Verdikti erdhi një javë më vonë, në një raport 10 faqesh I plot me fotografi mikroskopike dhe analiza të detajuara. Falsifikim, tha Ilir Kora, duke treguar raportin. 100%. Dikush ka përpjekur të imitoj shkrimin e Leke Gjergji, por ka dështuar në mënyra specifike.
Shih këtu, ai tregoi një fotografi të zmadhuar. Linja trembuese. Në nënshkrimi i vërtet i lekës ishte i qëndrueshëm, i sigurt. Ky ka dridhje që tregojnë nervozizëm. Presioni i stilolapsit është i pabarabartë, disa vende shumë të forta, të tjera shumë të lehta. Kjo ndodh kur dikush po kopjon ngadalë, jo duke shkruar natyrisht. Kënd është gjithashtu i gabuar. Leke shkruante me një kënd 30 gradë, ky është 50. Dhe shih këtë, ai tregoi një detaje. Në nënshkrimin e vërtet, Leke gjithmonë bënte një lak të vogël në fund të i. Në këtë mungon. Leke Gjergji nuk e ka nënshkruar këtë dokument. Jam gati të dëshmoj në mbetim. Më pas shkova te mjeku kryesor i babait, Tërar Tanduro, një burr i ndershëm në të 50-ta që e kishte trajtuar babain për 2 vjet. Ai më prit në zyrën e tij në spital, dhe kur i shpjegova situatën, fytyra e tij u bë tensionuar. Zonja Gjergji, tha ai, duke nxjerrë dosje mjekësor të babait. Babai juaj ishte totalisht i pavetëdijshëm nga data 6 shtator, deri në vdekjen e tij më 17 shtator. Ai ishte në atë që ne quajmë koma, ndërgjegjia zero. Ai nuk mund të fliste, të lëvizte vullnetarisht, apo të nënshkruante asgjë. Çdo dokument i datës midis këtyre ditëve është një gënjeshtër mjekësisht e provuar. A do të dëshmoni për këtë? Pyeta. Publikisht. Pa më dyshje, tha ai, zëri i vendosur. Ajo që përshkruan është një krim. Dhe unë nuk do të lejoj që kujtimi i një pacienti tim të ndershëm të njolloset. Do të dëshmoj kudo që nevojitet. Por pjesa më e rëndësishme, pjesa që mbyllte rastin plotësisht, erdhi nga një burim i papritur. Një mbrëmje, rreth orës 9, telefoni im mori një thirrje nga një numër i panjohur. Normalisht nuk i përgjigje numrave të panjohur, por diçka më shtiu ta bëja. Zonja Gjergji. Një zë mashkulli, i ri, i nervozuar. Po? Emri im është Gezim Topalli. Jam i shëndimës i avokatit që shkroi testamenti për vëllain tuaj. Zemra ime u ndal. Pastaj filloi të rrite aq fort sa mendova se Gezim mund ta dëgjonte nëpërmjet telefonit. Vazhdo. Nuk e dija se çfarë po bënim, tha ai shpejt, fjalët duke dalë në një rrëmujë. Mendoja se ishte legjitime. Mendoja se po ndihmoja me një rast normal. Por pastaj fillova të dëgjoja biseda. Avokati, kujtimi, shefi im, ai mori 20 milion lek nga vëllai juaj për të falsifikuar atë testament. Unë e dëgjova këtë. E pash parat. Ai më bëri ta nënshkruaja si dëshmitar, por unë kur nuk takova babain tuaj. Asnjëherë. Nuk isha atje kur supozohej se ai e nënshkroi. Gjithçka është gënjeshtër që kujtimi dhe vëllai juaj organizuan. Duart e mia dridheshin aq shumë sa mezi mund të mbaja telefonin. Pse më po tregon këtë? Heshtje për një moment. Pastaj zëri i tij më i butë, sepse babai im vdiq muajin e kaluar. Dhe kur vdiq, xhaxhai im u përpoqte të më mashtronte nga trashëgimia ime, falsifikoi një testament, saktësisht si ajo që ju po përshkruan. Por një avokat i mirë, një burr i ndershëm, më ndihmoi të luftoj. Ne fitonim. Xhaxhai shkoi në burg. Dhe tani e kuptoj se çfarë po ju bëjnë juve. Dhe nuk mund ta duroj. Nuk mund të qëndroj në heshtje ndërsa dikush tjetër kalon nëpërmjet të njëjtës dhimbje. A do të dëshmosh? Pyeta, zëri më dridhej tani. Publikisht, edhe nëse kujtimi të kërcënon. Po, tha ai pa ngurim. Do të dëshmoj për gjithçka, por vetëm nëse ju më mbron. Kujtimi është i rrezikshëm. Ai ka lidhje me njerëz të këqij. Njerëz që nuk ngurojnë të përdorin dhunë. Por nëse më jepni mbrojtje ligjore, nëse siguroheni që jam i sigurt, unë do të tregoj gjithçka. Do të sjell dosjet, emailet, madje edhe regjistrimet që kam bërë fshehurazi sepse fillova të dyshoja. Të premtoj, thash, duke gëlltitur. Do të punojmë me avokatin tim, Ermal Hoxha. Ai është i besueshëm me përvoje. Ai do të mbrojë. Dhe ju do të bëni gjën e drejtë për babain tim. Për familjen time. Faleminderit, tha Gezim, dhe në zërin e tij dëgjova lehtësim të thellë. Më dërgoni detajet. Do të jem gati. Kur mbyr telefonin, unë dhe Endi, që ishte atje, duke dëgjuar në altoparlant, kishim gjithçka. Regjistrimet video dhe audio nga biseda me Flamurin dhe Angjelën. Raporte mjekësore që konfirmonin babai ishte i pavetëdijshëm në datën e supozuar të nënshkrimit. Ekspertizë grafologjike që provonte falsifikimin. Ekstrakte bankare që tregonin 50 milion lek të vjedhur. Dhe tani, një dëshmitar nga brendësia e konspiratës, dikush që kishte qenë aty që kishte parë parat që e dinte të vërtetën. Flamur dhe Angjela nuk kishin ide për atë që po vinte, por ata po hynin në grackën më të madhe të jetës së tyre. Dhe unë e kisha ngritur me dashuri, durim dhe zëmërim të drejtë që dishte si zjarr në gjoksin tim.
Ditën e darkës përkujtimore, 40 ditë pas vdekjes së babait, një traditë e shenjtë në kulturën tonë, mos zgjova në orën 5 të mëngjesit me një kombinim të frikës dhe vendosmërisë që më bënte gjithë trupin të dridhej. Kjo ishte dita. Asgjë nuk do të kthehej prapa pas kësaj. Pas kësaj dite, Flamur dhe Angela do të ishin të ekspozuar para komunitetit. Emrat e tyre do të ishin të njollosur përgjithmonë. Dhe drejtësia e babait do të ishte rivendosur. Ne po mblodheshim në restorantin Mangalemi, një vend tradicional në lagjen historike të Beratit, ku rrugët e ngushta të kaldërmta dhe shtëpitë e bardha me dritare druri krijojnë një atmosferë që të çon shekuj prapa. Babai e kishte dashur atë vend, ai na kishte marrë atje për ditëlindjet, festa, çdo ngjarje të rëndësishme. Menuja tradicionale, tavolina prej druri, muzika e butë e çifteli në sfond. Tani, ne po mblidheshim për nder të tij një herë të fundit. 30 të ftuarit, familja e gjerë që vinte nga fshatrat rreth Beratit, miq të vjetër që babai i kishte njohur për 50 vjet, koleg nga vitet kur ai punonte si mësues dhe më vonë në Këshillin Bashkiak, fshini që ai kishte ndihmuar gjatë kohrave të vështira, njerëz nga komuniteti që e respektonin atë thellë. Njerëz që do të dëgjonin të vërtetën, njerëz që do të përhapin historinë në çdo cep të qytetit brenda orësh. Arben, bashkëshorti im, më ndihmoi të ngarkoja makine me materiale që do të përdorja, laptopi, projektori, dosjet me dokumente, altoparlante për audio. Je e sigurt për këtë? Më pyeti ai për herën e 10 atë mëngjes. Nuk ka rrugë prapa. Nuk dua rrugë prapa, thash, duke e puthur. Dua drejtësi. Për babain. Për ne. Për çdo familje që kalon nëpërmjet kësaj. Mimoza erdhi herët për të ndihmuar me dekoret, fotografi të babait nga vitet e ndryshme, lule të bardha që simbolizonin pastërti, një tavolinë e vogël me kuran dhe qiring për ata që donin të luteshin. Ne përgatitëm gjithçka me dashuri dhe kujdes, duke ditur që kjo nuk ishte vetëm një darkë përkujtimore, ishte një gjykim publik. Flamur dhe Angela mbërritën me vonesë, si zakonisht, rreth orës 1:30 kur shumica e mysafirëve ishin tashmë atje. Angela kishte veshur diçka të zi që dukej si vinte nga një pasarele Milanos, fustani gjatë prej mëndafshi me këpucë me tak të lartë dhe bizhuteri ari që shkëlqente në dritat e restorantit. Flamur veshi një kostum të zi me këmishë të bardhë, dukej si po shkonte në një event biznesi, jo në përkujtimin e babait të tij. Ata ecën nëpër dhomë si mbretër, duke buzë qeshur, duke përshëndetur, duke luajtur rolin e familjes në zi. Disa njerëz i përqafuan. Disa thanë ngushëllime për humbjen. Dhe ata thanë faleminderit, ai ishte një burr i madh me zëra që dukeshin sinqer, por që unë e dija ishin mask. Ne u ulëm për të ngrënë, tavë kosi me aromë mente, qofte të bëra me recetën e gjyshes, fërges me speca dhe domate, byrek me mishë ende nxirë të avull, sallat me domate të freskëta dhe kastraves nga kopshtet lokale, buke pjekur në furrë druri. Për ëmbëlsirë, baklava me ara dhe mjalt, revani me kokos, trilece e ftohtë me karamel. Të gjitha ushqimet që babai kishte dashur, të gjitha aromë që më kujtuan ditë më të lumtura. Njerëzit flisnin në zë të ulët, kujtuan histori për babain. Daja Besnik tregoi për kohën kur babai kishte shpëtuar një djalë nga të fundosura në lumin osum kur ishte i ri. Një mik i vjetër tregoi për kohën kur babai kishte dhënë gjysmën e pagës së tij për të ndihmuar një familje të bler ilaçe për fëmijën e sëmur. Një fshini tregoi për kohën kur babai kishte punuar 7 orë për të riparuar çatinë e shtëpisë së saj pas një stuhje. Histori pas historie që vizatonin portretin e një burri të mirë, të ndershëm, të bujarm. Dhe gjatë gjithë kohës, Flamur dhe Angela hëngrën, pinë, buzë qeshen, sikur asgjë e keqe nuk kishte ndodhur. Sikur ata nuk e kishin tratuar atë burr që po lavdërohej. Pas mësimit, kur të gjithë kishin mbaruar të hanin dhe kamarierët po mblidhnin pjatat, u ngrit Daja Besnik, vëllai më i madh i babait, tani 80 vjeç, një burr që komuniteti e respektonte thellë për urtësinë dhe ndershmërinë e tij. Ai bëri një fjalim rëqethës për babain, për nderin e tij, për besa që ai kishte mishëruar, për dashurinë e tij për familjen. Zëri i tij u thye disa herë. Sytë e tij u mbushën me lotë që ai nuk i fshiu. Kur ai u ul, një heshtje e ëmbël e shenjtë mbushi dhomën, heshtje respekti, kujtimi i dashurie. Atëherë u ngrita. Këmbët e mia dridheshin, por zëri që dola ishte i qartë. Ju lutem, thash, duke parë dhomën plot me fytyra të njohura. Dua të them disa fjalë gjithashtu për babain tim. Flamur më shikoi, për një moment pash diçka në sytë e tij. Frikë, dyshim, por ishte shumë vonë për të. Shumë vonë. Babai im, fillova, duke ndjerë peshën e çdo fjale, ishte një burr nderi. Ai besonte në besa, në fjalën e dhënë si ligj i shenjtë. Ai besonte në drejtësi, në atë që është e drejtë, jo atë që është e lehtë. Ai besonte në dashuri për familje, në lidhje që na bëjnë njerëz, jo vetëm në gjak.
Ai kaloi jetën e tij duke punuar tokë që gjyshi i kishte blerë me diers, duke rritur 3 fëmijë me dashuri të barabartë, duke ndërtuar diçka që do të kalonte brezave të ardhshëm si trashëgimi jo vetëm e parave, por e vlerave. Dhoma ishte krejtësisht e qetë. Të gjithë po dëgjonin. Madje edhe fëmijët e vegjël kishin ndaluar të luanin. Dhe ai na tha shumë herë, përpara dëshmitarëve që janë në këtë dhomë sot, shikova Ermalin që ishte ulur në një tavolinë në fund, që ai dëshironte që ajo trashëgimi, toka në Çorovë që gjyshërit tanë punuan për 150 vjet, të ndaj barabar midis 3 fëmijëve të tij. Një e treta për Dorinën, një e treta për Mimozën, një e treta për Flamurin. Flamur u shtrëngua në karrige. Angela vendosi dorën në krahun e tij, duke u përpjekur ta qetësonte, por edhe ajo duke i tensionuar tani. Por 3 ditë pas vdekjes së babait, vazhdova, zëri duke u bërë më i fortë, mësuam për një testament që thoshte diçka krejtësisht tjetër. Një testament që i linte gjithçka, tokën 80 milion lekë, shtëpinë, ullishte me pemë 150 vjeçare, vëllait tim Flamur. Asgjë për mua, asgjë për Mimozën, gjithçka për një person. Murmur filloi të përhapet në dhomë. Njerëz filluan të shikonin Flamurin me kurreshtje, me dyshim. Në fillim, vazhdova, mendova se ndoshta babai kishte ndryshuar mendje në minutat e fundit. Ndoshta ai kishte arsye që unë nuk e kuptoja, por pastaj fillova të pyes pyetje. Dhe ajo që zbulova, unë ndalova, duke lënë heshtin të rrinte për efekt, ishte e tmerrshme. Andy, që ishte ulur pranë një muri, filloi të vendoste projektorin që kishim sjellë. Muri i bardh pas meje u ndez. Njerëzit u kthyen për të parë. Ky testament, thash, ndërsa Andy shfaqi dokumentin në ekran, supozohet se është nënshkruar nga babai im më 8 shtator 24. Por babai im ishte totalisht i pavetëdijshëm atë ditë. Ai ishte në koma. Këtu është raporti mjekësor. Ndryshova slajdin. Dokumenti zyrtar nga Spitali Rajonal i Beratit, me vull, me nënshkrimin e Dërarta Nduros, me data të qarta. Sipas mjekëve që trajtuan babain tim, dhe Duro është këtu sot, gati të dëshmojë, babai im nuk mund të fliste, lëvizte apo nënshkruante asgjë pas datës 6 shtator. Ai ishte në koma të plotë. Ndërgjegjja 0. Megjithatë, 2 ditë më vonë, më 8 shtator, dikush pretendoi se ai nënshkroi një testament. Dhoma filloi të bëhet e trazuar. Zëra të ulët, fytyra të shokuara, njerëz që flisnin me njëri tjetrin. Daja Besnik ishte në këmbë, duke vështruar Flamurin me një shprehje që nuk e kisha parë kur, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi të thellë. Mos ndërprit, thash, zëri më bëhej më i fortë për të kapërcyer zhurmën. Kam më shumë, shumë më shumë. Ndryshova te slajdi tjetër, krahasimi grafologjik nga Dër Ilir Kora. Fotografit të mëdha ku nënshkrimet ishin krahasuar krah për krah. Shigjeta të kuqe që treguanin ndryshimet, anomalit, provat e falsifikimit. Kam marrë një nga ekspertët më të respektuar grafolog në Shqipëri për të analizuar nënshkrimin. Dër Ilir Kora, që ka dëshmuar në qindra raste gjyqësore. Verdikti i tij, falsifikimi i qartë. Babai im nuk e nënshkroi këtë dokument. Dikush përpiqet ta imitoj shkrimin e tij dhe dështoi. Shtypjen e raportit ku fjala falsifikim ishte me shkronja të mëdha dhe të kuqe. Njerëz në dhomë filluan të bërtisnin. Disa grama të moshuara filluan të qahen. Flamur u përposhtë ngrihej, por Daja Besnik dhe 2 kushërinj ishin tashmë pranë tij, duke bllokuar rrugën. Dhe më keq, vazhdova, zëri tani duke dridhur nga zemërimi dhe dhimbja, në muajt para vdekjes së babait, 50 milion lekë, dëgjoni mirë, 50 milion lekë, 400.000 euro u transferuan nga llogaria e tij në llogarinë e Flamurit. Shfaqja ekstrakte bankare, faqe pas faqe të transferimeve, të gjitha me data, vlera të sakta në nënshkrime. Dhoma shpërtheu. Njerëz që bërtisnin turp, si guxon, hajdut. Disa burra u ngritën, duke ecur drejt Flamurit me fytyra plot zemërim. Daja Besnik ishte tashmë përpara Flamurit, gishti i tij duke treguar në fytyrën e vëllait të tij të vdekur. Flamur, bërtiti ai, zëri i tij që mbushi dhomën, a është kjo e vërtet? Flamur hapi gojen, por nuk dolën fjalë. Faqja e tij kishte bërë të bardhë, pastaj të kuqe, pastaj të bardhë sërish. Angela u përpoqtë ngrihej, por disa gra e bllokuan, duke e rrethuar. Por nuk kam mbaruar, thash, dhe dhoma u qetësua pak, të gjithë duke u kthyer për të dëgjuar çfarë tjetër mund të kishte. Sepse kam edhe diçka më shumë. Kam regjistrimet e tyre. Luajta audio, biseda ku Flamur fliste në telefon, ai është shumë i dobët tani, duhet ta bëjmë shpejt. Duhet ta largojmë Dorinën për një ditë. Siguroni që dokumentet janë gati.
Pastaj luajta videon nga ditja kur ata erdhen në shtëpinë time, biseda ku Angela thoshte e vërteta nuk do të thot asgjë pa prova dhe ti ke humbur, dhe Flamur duke diskutuar se si babai kishte ndryshuar mendje edhe pse ai vetë dinte që babai ishte i pavetëdijshëm. Heshtja qëra ishte më e fortë se bërtitjet. Zërat e tyre, zërat e Flamur dhe Angelës, po luanin për të gjithë të dëgjuar. Fjalë pas fjale, komploti ndër, mashtrimi i planifikuar me kujdes, ai u zhvesh plotësisht përpara komunitetit që babai kishte dashur dhe respektuar. Flamur u ngrit, duart në ajër, zëri duke u plasur, kjo është e manipuluar. Ajo po gënjen. On Kurrë nuk çfarë, e ndërprera unë, tani duke ecur drejt tij, zëri plot me fuqi dhe zemërim të drejtë. Kurrë nuk falsifike një testament, kurrë nuk vodhe 50 milion lek nga llogaria e një burri në shtratin e vdekjes, kurrë nuk manipulove një baba të pavetëdijshëm për të vjedhur trashëgimin që ai donte për 3 fëmijët e tij. Mjaft, bërtiti Angela, tani duke u përpjekur të shpëtojë, por 3 gra, fshinje tona të vjetra, e kishin rrethuar dhe nuk e lëshuan të lëvizte. Kam çdo të drejtë. Unë u përballova me të, tani në distancë vetëm 1 metër. Ai ishte babai im. Dhe ju e tratuat atë. E manipuluat kur ai ishte më i dobët, e vodhët kur ai nuk mund të mbrohej, e mbutuat nderin e tij për lakmim. Daja besnik u afrua, fytyrën e tij të skalitur nga mosha dhe zemërimi. Flamur, tha ai, zëri i ulët por plot fuqi dhe autoritet, a është kjo e vërtet? Më shiko në sy dhe më thuaj. Flamur hapi gojen. E mbyll. Pastaj e hapi përsëri, por asnjë fjalë doli që bënte kuptim, vetëm tinguj të coptuar, justifikimet që nuk formoheshin. Përgjigju, bërtiti Daja, duke e kapur Flamurin nga jakaja e kostumit. Ne ishte legale. Avokati tha, babai donte, ai më tha. Cili avokat, pyeta, duke u kthyer te dhoma. Le të flasim për avokatin. Sepse ai avokat, Kujtim Sula, mori 20 milion lek nga Flamuri për të falsifikuar atë testament. Dhe unë e di këtë sepse dikush që ishte atje, dikush që e pa me sytë e vet, është gati të dëshmoje. Gëzimi, të lutem ngrihu. Nga funda e dhomës, një djalosh i ri, rreth 25 vjeç, i zbetur me sy plot frikë dhe vendosëm, u ngrit ngadalë, duar duke dridhur. Emri im është Gëzim Topalli, tha ai, zëri duke dridhur por duke u bërë më i fortë me çdo fjalë. Kam qenë asistent për avokatin Kujtim Sula për 2 vjet. Flamur Gjergji i pagoi Kujtimit 20 milion lek, 20 milion, për të falsifikuar atë testament. Unë e dija. Unë isha atje kur ata diskutuan. Unë pash parat të numëroheshin. Kujtimi më bëri ta nënshkruaja si dëshmitar, por unë kur nuk takova Leke Gjergji. Asnjëherë. Nuk isha në dhomë kur ai supozohej se nënshkroi. Gjithçka, çdo gjë e vetme, është gënjeshtër që Kujtimi dhe Flamuri organizuan. Dhe do të dëshmoj për gjithçka në gjykatë në mbetim. Shpërthimi që pasoi ishte kaotike. Njerëz që bërtisnin me zë të plot, disa vrapuan drejt Flamurit me grushta të ngritur, 2 gra më të moshuara e goditën Angelën me çan duke bërtitur turp. Hajdute, burra që duhet të tërhiqeshin prapa nga të tjerët për të mos goditur Flamurin fizikisht. Daja Besnik dhe 2 kushërinj më të mëdhenj kishin bllokuar derën, duke parandaluar Flamurin dhe Angelën që të iknin. Dikush po regjistronte me telefon video që unë e dija, brenda orësh do të përhapej nëpër WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram, gjithandej Shqipërisë. Flamur më shikoi nëpërmjet turmësh rrethonte, fytyra plot me panik, lot, urrëtie dhe diçka tjetër, realizim se jeta e tij siç e njihte ishte mbaruar. Ti më shkatërrove. Unë ecëm përmes njerëzve, duke qëndruar përpara tij, duke e shikuar në sy për herën e fundit si vëllai im. Jo, thash, zëri i qetë por i vendosur. Ti e shkatërove veten. Unë vetëm zbulova të vërtetën. Babai na mësoi që nderi është më i rëndësishëm se pasuria. Por ti e harrove. Dhe tani të gjithë e dinë se çfarë je. 1 muaj më vonë, Flamur dhe Angela ishin zyrtarisht të përjashtuar nga çdo event familjar, të refuzuar nga komuniteti, të etiketuar si ata që trajtuan një të vdekur. Gjykata e Beratit veproi shpejt, testamenti i falsifikuar u anulua zyrtarisht. Toka 80 milion lek, u nda sipas ligjit në 3 pjesë të barabarta, njëra për mua, njëra për Mimozën, njëra për Flamurin. Por Flamuri, për shkak të mashtrimit të provuar, u detyrua gjithashtu të kthente 50 milion lek që kishte vjedhur nga llogaria e babait, plus 12 milion lek në zhobat, taksa ligjore dhe shpenzime gjyqësore. Gjithsej 62 milion lek që duhej të paguante. Flamur nuk i kishte. Ai kishte shpenzuar shumicën nga paratë e vjedhura për të blerë një apartament të ri në Tiranë, një makinë të re Mercedes, pushime në Greqi dhe Malë të zi, rroba dhe bizhuteri për Angelën. Tani gjithçka duhej shitur.
Apartamentin e Tiranë, shtëpia e tij e re luksoze me 3 dhoma gjumi në një ndërtesë moderne, u shit me forcë në ankant për të shlyer borxhin. Makinë Mercedes që ai e kishte bler vetëm 6 muaj më parë, e shit me humbje të madhe. Llogaria e tij bankare u ngriv, çdo lek që hynte shkonte direkt për të paguar atë që ai i detyroi mua dhe mimozës. Akoma nuk mjaftoi plotësisht. Ai mbeti me një borxh që do të paguante me këste për vite. Ai u dënua me 18 muaj burg me kusht për falsifikim dokumenti dhe mashtrim, që do të thotë se nëse ai bën ndonjë gabim tjetër ligjor brenda 3 vjetëve do të shkojë në burg. U vendos një urdhër kufizimi, ai nuk mund të vinte brenda 150 metra nga unë, mimoza ose anëtar të tjerë të familjes. Nëse prishte këtë, burgim automatik. Avokati Kujtim Sula humbi licencën e tij për të praktikuar ligj dhe u burgos për 3 vjet për falsifikim dokumenti, mashtrim dhe korrupsion profesional. Zyrën e tij e mbyllën. Dosjet e tij u sekuestruan dhe zbuluan duzina raste të tjera të dyshimta që tani po hetoheshin. Angela divorcoi nga Flamur brenda 2 javëve, ajo nuk donte të lidhet me skandalin me turpin me varfërinë që po vinte. Në gjykat, ajo pretendoi se nuk kishte ditur asgjë për mashtrimin, edhe pse ne të gjithë e kishim parë në video duke qenë pjesë aktive. Por ajo kishte avokatin e saj dhe gjyqtari e lejoi ta shpëtonte martesën pa humbje financiare. Ajo mori çdo gjë që ata kishin mbetur, mobiljet, bijuteritë, sende personale dhe u largua nga Shqipëria plotësisht. Thuaj se shkoi në Itali, ku kishte një kushërir dhe filloi një jetë të re duke pretenduar se asgjë nuk kishte ndodhur. Por për Flamurin nuk kishte shpëtim. Video e ekspozimit u bë virale, 1.800.000 shikime në 72 orët e para. Njerëz në gjithë Shqipërinë po flisnin për motrën guxime që luftoi për drejtësi kundër vëllait mashtrues. Media vendase mori historinë. Gazetar më thirrën për intervista. Historia jonë u bë lajm në Top Channel, Nes 24, ora Nes. Njerëz që nuk na njihnin po na dërgonin mesazhe mbështetjeje, duke thënë se isha frymëzuese, se kisha dhënë shpresë familjeve të tjera që po kalonin nëpërmjet mashtrimit të ngjashëm. Por për mua, asnjë prej këtyre gjërave nuk kishte rëndësi aq shumë sa një gjë e vetme. Babai im mund të pushonte në paqe, duke ditur që nderi i tij ishte rivendosur, që e vërteta kishte dalë, që lakmia nuk kishte fituar. 6 muaj më vonë, Mimoza dhe unë po qëndronim në ullishte në fshatin Çorovod, duke shikuar pemët e vjetra të cilat kishin parë gjeneratat të familjes sonë. Era e lehtë e vjeshtës lëkunte degët dhe aromë e tokës dhe ullinëve të pjekur mbushte ajrin, aromë që më kthente në fëmijëri, në ditë kur babai na sillte këtu dhe na mësonte për histori, për rënjë, për atë që do të thotë të jesh pjesë e diçkaje më të madhe se vetja. Babai do të kishte dashur këtë, tha Mimoza, duke prekur lëvorën e një ulliri që kishte mbi 150 vjet, lëvorë e vrasht, e qarë nga koha, por pemë ende e fort, ende jep fryte çdo vit. E di, thash, duke buzë qeshur. Dhe do t'ja dedikojmë atij. Çdo gjë që bëjmë këtu do të jetë në nder të tij. Ne kishim vendosur të transformonim një pjesë të tokës në agroturizëm, ullishta e Lekës. Një biznes i vogël ku njerëzit mund të vinin për pushime, të shijonin pashë të fshatit shqiptar autentik, të mësonin për historitë të ullinjve, të shijonin vaj ulliri të prodhuar nga pema që gjyshi yt kishte mbjell, të hanin ushqime tradicionale shqiptare që ne përgatitnim me receta të nënës. Ishte mënyrë për të ruajtur trashëgimin, por edhe për të krijuar diçka të re, diçka që fëmijët tanë mund ta trashëgonin jo si bar, por si dhuratë. Pjesa tjetër e tokës, ajo që Flamuri supozohej të merrte, ne e shituam dhe ktheuam parat në një fond special, Fondi Leke Gjergji për të moshuarit vulnerabël në Berat. Çdo vit, ne përdorim fitimin për të ndihmuar të moshuarit në qytetin ton që nuk kanë familje për të kujdesur, që jetojnë vetëm, që kanë nevojë për ilaçe ose ushqim ose thjesht për dikë që i viziton dhe i bën të ndjen njerëz. Ishte ajo që babai do të kishte dashur, pasuria e përdorur për të ndihmuar të tjerët, jo për të grumbulluar. Hapëzyrtari i ullishta e Lekës erdhi në maj, një vit pas vdekjes së babait. 100 njerëz erdhën, familje, miq, madje edhe njerëz që kishin parë historinë tonë në lajme dhe donin të mbështeten. Imami nga xhamia e Beratit bëri një lutje të bukur. Daja besnik preu shiritin simbolik, dhe ne shëmbruam raki tradicional dhe hëngrëm byrek në hijen e ullinjve që kishin parë gjenerata. Flamur nuk ishte atje. Askush nuk e ftoi. Askush nuk foli për të. Ai kishte bërë zgjedhjet e tij dhe tani po jetonte me pasojat. Flamur jeton tani në një apartament të vogël me qira në periferi të Tiranës, një ndërtesë e vjetër në një lagje ku njerëzit nuk e njihnin, ku askush nuk e pyeste për të kaluarën. Ai punon punë të rastësishme, ndonjëherë në kantiere ndërtimi, ndonjëherë si shofer taksi, asgjë stabile, asgjë me dinjitet. Paga e tij e vogël shkojnë në pjesë të mëdha për të paguar borxhin që ende i detyrohet mua dhe Mimozës. Ai është izoluar,
familja e ka refuzuar plotësisht, asnjë nga kushërinjt ose dajat nuk flet më me të. Miqtë e tij të vjetër e kanë braktisur kur videon shpërndahej dhe ata kuptuan se çfarë kishte bërë. Komuniteti në Berat e ka lënë jashtë, nëse ai kthehet në qytet, njerëzit kthejnë shpinën, dyqanet e refuzojnë, askush nuk e përshëndet. Emri i tij është sinonim për tradhti dhe turp. Dëgjova, nëpërmjet të tjerëve, jo direkt, se ai pi shumë tani. Që shëndeti i tij mendor është përkeqësuar, depresion, ankth, pagjumësi. Që ai ka tentuar disa herë të kontaktojë anëtar të familjes për të kërkuar falje, por asnjë nuk përgjigjet. Që ai ka shkruar letra, por ato kthehen të pahapura. Dhe unë nuk ndjem keq për të. Jo sepse jam mizore, por sepse ai zgjodhi këtë rrugë. Ai pa një burr të vdekur dhe pa mundësi për të vjedhur. Ai pa një baba që po vdiste dhe mendoi për para, jo për dashuri. Ai zgjodhi lakmim mbi besa, gënjeshtër mbi nder, mashtrim mbi familje. Dhe pasojat e zgjedhjeve janë diçka që të gjithë ne duhet të mbajmë. Një vit pas vdekjes së babait, në 17 shtator, qëndrova te varri i tij në varrezat e vjetra të Beratit ku pemët e panjura jasnin hije mbi gurët e varrit dhe era sillte arome e luleve të egra. Dielli po perëndonte mbi kodrinate, duke bërë gjithçka ngjyrari dhe portokalli, një pamje kaq e bukur sa mendoja se Zoti po pikturonte qiellin për babain. Kisha sjell lule të freskëta, zambak të bardhë që babai i kishte dashur, dhe një zemër plot paqe që nuk e kisha ndjerë për një kohë të gjatë. E bëra baba, pëshpërita, duke ulur pranë gurit të varrit ku emri i tij ishte gdhendur, Leke Gjergji, 1946-2024, burr nderi dhe dashuri. E mbrojta trashëgimin tënde. I bëra ata të paguajnë për atë që bën. Dhe tani, nderi yt është i pastër. Emri yt flet për mirësi, jo për mashtrim. Dhe ullishta jon, ullishta jote, po jep jetë të re. E rafshiku fytyrën time, e ngrohtë dhe e butë, sikur përgjigjeje, sikur babai po më thoshte mirë e bëre, vajza ime. Jam kreng për ty. Ajo natë, shkrova diçka që doja të ndaj me botën, një mësim që kisha mësuar nëpërmjet gjithë kësaj dhimbje, kësaj lufte, kësaj fitore. Heshtja nuk është paqe, është barë që shtyp shpirtin. Të folurit me provë është drejtësi. Dhe drejtësia, edhe kur është e vështirë, edhe kur të kërcënon, edhe kur të lë vetëm, është gjithmonë e vlefshme. Sepse nderi i humbur mund të rikuperohet, por nderi i shitur përpara nuk kthehet kurrë. Kjo është historia ime. Historia e një vajze që refuzoi të qëndronte e heshtur kur familja e saj u tratua. Historia e guximit kur bota të thotë pranoi humbjen, e strategjisë kur kundërshtari mendon se ka fituar, dhe e besimit që e vërteta kur mbështetet me provë dhe zemër të guximshme gjithmonë triumfon. Babai më mësoi shumë gjëra gjatë jetës së tij, por mësimi më i madh që ai më la ishte ky: nderi nuk trashëgohet automatikisht. Ai fitohet me zgjedhje të vështira, me qëndres në errësirë, me refuzimin për të rënë në heshtje kur padrejtësia bërtet. Dhe unë e fitova. 3 vjet më vonë, mora një email të papritur nga një grua e re në Vlorë. Emri i saj ishte Elida. Ajo kishte parë historinë time në lajme 3 vjet më parë, dhe tani po kalonte diçka të ngjashme, një vëlla që po përpiqej të vollte trashëgimin e saj nga një nënë e vdekur duke përdorur testament të falsifikuar. Ajo më pyeste për këshill. Unë u takova me të në Vlorë një fundjavë. Ulemi në një kafene pranë Lungomareit, duke shikuar detin e kaltër të Adriatikut, dhe i tregova historinë time me detaje. I dhash emrat e avokatëve të besueshëm, Ermal Hoxha dhe kolegë që ai kishte rekomanduar. I dhash emrin e ekspertit grafologjik, Ilir Kora. I shpjegova se si të mbledhja prova teknologjike, se si të përdorja regjistrimet, se si të planifikoja ekspozim publik. Ajo dëgjoi me sy plot lot dhe shpresë. Mendova se isha vetëm, tha ajo. Mendova se askush nuk do të më besonte kundër vëllait tim. Nuk je vetëm, i thash, duke mbajtur dorën e saj. Ka shumë prej nesh, dhe së bashku ne jemi të forta. 6 muaj më vonë, Elida fitoi rastin e saj. Testamenti i rem u anulua. Vëllai i saj u detyrua të kthente paratë e vjedhura. Dhe Elida më dërgoi një mesazh që ende mbaj në telefon: faleminderit që më dhe guxim. Tani nëna ime pushon në paqe. Kjo nuk ishte hera e fundit. Njerëz të tjerë filluan të më kontaktonin, njerëz nga Durrësi, Shkodra, Korça, Elbasani, madje edhe nga diaspora në Greqi dhe Itali. Njerëz që po luftonin mashtrime të ngjashme, që kishin nevojë për ndihmë, që kishin nevojë të dinin se nuk ishin vetëm. Tani, përveç të mësuarit letërsi në shkollë dhe menaxhimit të ullishta e lekes me mimozën, unë ndihmoj të tjerë të luftojnë për drejtësinë e tyre. Kam krijuar një grup mbështetës të vogël në Berat, zëri i të heshtuve, ku takohemi çdo muaj. Njerëz që kanë përjetuar tradhtim familjar, që janë gënjur, vodhur, manipuluar. Ne ndajmë histori. Ne planifikojmë strategji. Ne lidhim njëri tjetrin me avokat, ekspert, burime. Dhe ne fitojmë.
Jo gjithmonë, por më shpesh se sa humbim. Sepse kur njerëzit bashkohen, kur ata refuzojnë të heshtën, kur ata kërkojnë drejtësinë me guxim dhe me provë, ndryshimi ndodh. Kjo është trashëgimia e vërtetë e babait tim. Jo toka që ai la, jo parat që ai kurseu, por ideja që nderi, besa dhe drejtësia janë më të vlefshme se çdo gjë tjetër në këtë botë. Që familja nuk është vetëm gjak, është zgjedhje e përsëritur për të dashur, për të mbështetur, për të qenë nder. Dhe unë do ta mbarta të trashëgimi për gjithmonë, duke e transmetuar tek fëmijët e mi, tek njerëzit që ndihmoj, tek çdo person që dëgjon historinë time dhe merr guxim për të luftuar për atë që është e drejtë. Sot, kur shkoj në ullishte dhe qëndrojnë në pemët që gjyshi im bolli, që babai im u kujdes, që tani unë dhe Mimoza ruajmë, ndjem pjesë e diçkaje më të madhe se vetja. Ndjem e lidhur me breza që erdhën para dhe me ata që do të vinë pas. Të rinjt vinë në ullishta e lekes, disa për pushime, disa për të mësuar për bujqësi tradicionale, disa thjesht për të ndjerë paqe që bota moderne nuk e ofron më. Dhe unë u tregoj historinë. Jo vetëm historinë e ullinjve, por historinë e babait tim. Historinë e një burri që besoi në nder, që mësoi fëmijët e tij për drejtësi dhe që edhe në vdekje, edhe kur dikush tentoi ta tradhtonte, fitoria e tij ishte e vërteta. Fëmijët e mi, Andy, tani 21 vjeç dhe inxhinier, dhe Laura, tani 18 vjeç dhe në vit të parë në arkitektur, punojnë me ne gjatë verës. Ata ndihmojnë të uisin pemët, të mblidhnin ullinjt, të mirëpresin turistët, të tregojnë histori. Dhe kur i shoh duke bërë këtë, zemra ime mbushet me shpresë. Sepse kjo është ajo që babai donte. Jo pasuri që grumbullohet, por vlera që transmetohen, nder që ruhet, dashuri që shumëzohet.